Dhe pse s'po zbatohet? Çka po bëhet në rastet kur ndërtimet bëhen me leje, por e prishin ambientin e banorëve të mëhershëm. Vetëm mos na vinë ata këtu, vetëm para se të mbajnë zgjedhjet për t'i marrë votat tona, dhe pastaj ne zgjedhin edhe vendin, edhe hapësirën, edhe ajrin për fusë. 8 vjet pas vdekjes së Recep Lutit, a vazhdojnë bizneset e ndërtimit të jenë më të forta se ligji. Kjo ka lidhje të forta, se kur renohet një stadium në fund qytetit, në Matiqan, në Mat, që pajtojnë, e nuk renohet në mes qytetit, midis shtëpiave individuale, ky objekt, atëre s'do koment. Dhe në kulmin e javës, të shohim se si duhet të ndërtohet me rregulla. Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin Jeta në Kosovë. Për të diskutuar temën e sotme të planeve urbanistike dhe ndërtime pa leje në kryeqytetin e Kosovës, në studio kam ftuar urbanistë të qeverisë së kaluar, të qeverisë së tanishme dhe qytetarë të informuar për këtë temë. Me mua në studio janë Sheqeri Spahiu, drejtor i urbanizmit, kadastrës dhe mbrojtjes së mjedisit në komunën e Prishtinës. Lulzim Nigja, arkitekt dhe ish drejtor i Drejtoratit për Urbanizëm, Planifikim dhe Ndërtim. Sulejman Ramadani, kryetar i Bashkisë Lokale në Lakrishte, dhe Shemsi Veseli, ish opozit dhe banori Bregu Djellit. Padyshim që kjo temë nuk mund të bëhet pa i ftuar edhe aktorët kryesorë, ndërtimtarët, të cilët kanë ndërtuar kaq shumë vite në Prishtinë, i kemi ftuar të gjithë, po ata kanë refuzuar të marrin pjesë. A thu pse? Sidoqoftë, pyetjet e para i kam për ju, zotni Spahiu, për gjendjen e tanishme. Prej që ka ardhur qeverisja e re në komunë, sa objekte pa leje kanë filluar, që i keni identifiku ju, sa objekte janë pa leje dhe sa prej tyre keni arrit me i rrëzu? Kemi bërë përpjekje të bëjmë një rekonstruim të administratës dhe një rikonsolidim të asaj, sepse si që dini, qeveria e kaluar ka pas një organizim të drejtorateve tjera dhe tani është bërë një fuzinim dhe kemi për bërje tjetër. Neve në këtë mandat kemi filluar natyrishtë që pas rekonsolidimit të organeve gjese, kryesisht në inspektorat, sepse inspektorati i ndërtimit bën pjesë në këtë drejtorat për pas katastrit dhe mbrojtjes mjedisit dhe urbanizmit gjithashtu, është dashur që në një farë forme dhe qëllimi dhe objektivi ka qenë që të ndërpritet ndërtimet ilegale. Dhe sa ndërtime kanë filluar në këtë periudhë? Po në këtë periudhë, domosdoshmë sipas informatave që posedojmë, janë rreth 700 objekte që kanë filluar domosdoshmë në kohën e fushatës kryesisht dhe më vonë. Mirë po, nga ato dhe kompania e cila është kontaktuar në ndërkohë ka bërë verifikimin sepse kryesisht këto objekte kanë qenë të ndërtuara ose kanë filluar të ndërtuar në pjesë rurale, duke përfshirë edhe periferinë e Prishtinës, Çekallavisë, Ajvali, por ka pasur edhe në fshata Llokar, Makaus dhe fshata tjera. Por në qendër të qytetit ose në Prishtinë, si më thënë, ku janë të përfshirë planet regulative, ky numër ka qenë shumë i vogël, shumë i dobishëm. Mirë po gjithnjë nuk kemi patur në një mënyrë dhe të kënaqësi që ka qenë kjo gjendje. Dhe ne me reformimin e inspeksionit, në një mënyrë pas verifikimit të gjithë objektet të cilët janë ndërtuar në këtë kohë, siç ka deklaruar edhe kryetari Mustafa, ne kemi marrë masa që të ndërpritën atë ndërtimet të rënohen disa nga Sa i keni ndërprer, sa i keni rënuar? Ndërtimet ilegale në Prishtinë janë ndërprer ato kolektive plotësisht. Mund të ketë në periferi, në bazë shënimeve të cilat i kemë, të ndërton ndonjë objekt individual, mirë po në përgjithësi ndërtimet në Prishtinë kanë përfunduar. Ndërtimet kolektive pa leje, po. Ndërsa sa janë rënuar tash. Sa janë këto ndërtime pa leje? Në kolektive që janë ndërprer në Prishtinë në mandatin e juaj? Gjitha të ndërtime që kanë filluar ose kanë qenë në procedurë të ndërtimit janë ndërprer. Disa nga ato domethënë janë pajisje ato që kanë pas mundësi të pajisë, mirë po gjithnjë duke i respektuar planet regulative dhe parametrat e sekretariat. Ninja, diçka po shoh se po pajtohesh me këtë? Po nuk thash asgjë. Nuk thatë po. A janë në kohën e juaj, pra, sa leje janë dhënë dhe sa a e dini sa janë rrëzu në kohën që ju keni qenë drejtori urbanizmit? Sa janë rrëzu, nuk e di se s'ka qenë kompetenci ime, ka qenë drejtorati i inspeksionit. A s'ka interesu për kuriozitet?
Ko pas që s'kom pas fuqi. Dhe, sa leje keni dhënë në kohën që keni qenë në drejtorat për urbanizëm? Mund t'ju ilustroj me disa shënime, duke fillu prej vitit 2004, për shembull, të kuptojmë, ekzistojnë dy lloj lejesh, leje urbane dhe leje ndërtimi. Leje urbane janë domethënë ku çdo individ mund të kërkon një leje për një lokacion se çka mund të ndërton dhe çka mund të cilat kushte lejohen apo çfarë parametra urbane lejohen për një hapësirë që e ka në posedim një tokë. Sa i përket lejeve urbanistike, në vitin 2004 kanë qenë kërkesa gjithsej 386. Janë miratu 85, janë refuzuar. Jeni të thonë që në vitin 2004 vetëm 386. Kanë bërë kërkesa vetëm për leje urbane, jo për leje ndërtimi. Kurse leje ndërtimi, kërkesa kanë qenë gjithsej 62. Kurse janë miratu 53. Për një shënime për raporteve të çdo viti. Kurse vitin 2005, leje ndërtimi, kërkesa kanë qenë 118. Janë miratu 98 leje që janë banë. Atyre këtu të mirën vesh nuk janë vetëm objekte të pronësisë private, por edhe të institucioneve. Pse kjo nuk përkon me realitetin sa është ndërtu e kaq pak leje janë kërku? Po pikërisht aty është edhe ka qenë gjithë një problemi i mos koordinimit me drejtorat. Pasi që ka qenë një mungesë shumë e madhe me kohë, me disa vite, prej 99 deri në 2004 kur është bërë plani strategjik, domethënë kanë kaluar 5 vite dhe nuk është bërë në planifikim asgjë. Duke marrë parasysh që Prishtina është ndryshuar sa i përket numrit të banorëve. Planet të cilat kanë ekzistuar deri në 99 domethënë nuk kanë qenë valide. Parasysh se numri i banorëve është numër i cili jep edhe dikton planet e një qyteti. Me ndërtimi pa leje ka qenë në rritje edhe me të madhe në kohën që keni qenë ju si drejtor i urbanizmit. A mund të na shpjegoni vetëm se si është e mundur përpjekjet absurdi përpjekjeve tuaja me boni plan urbanistik e të njëjtën kohë me pas ndërtime kaq shumë të mëdha. Pse keni mujt? Çka ka qenë dotësia? Drejtoratin për urbanizëm ne faktikisht kemi bërë gara që sa më parë të kryejmë projektet dhe kemi bërë me të vërtetë një punë të shumë të madhe për një afat shumë të shkurtë. Ju dini se plani strategjik është hartuar për 4 muaj. Pastaj, pas miratimit të planit strategjik sipas ligjit në fuqi, që ende është ligji i planifikimit, është duhet të fillojmë me planet rregulluese. A vjen më shumë kohë me u hartuar ai plana veç çfarë ka? Për shembull, plani i cili është hartuar i fundit para që është bërë nga Indieri dhe Gjeplusi, vitin 88, është hartuar minimum 3 vite. Plani zhvillimor urban i Komunës Prishtinës. Ne kemi bërë për 4 muaj planin strategjik pasi që s'ka qenë i plotësuar me gjitha komponentat. Për arsye se gjithë kemi thënë se një plan i mirëfillt pa një regjistrim eksakt, domethënë nuk e ka efekt. Zëvendës pa ju aplikoni ju këtë plan strategjik që është bërë? Po patjetër, plani strategjik zhvillimor i Komunës Prishtinës që aprovuar në 2004 si Ceku Nigja është bazë për punë të qeshme. Dhe natyrisht në mungesë të planit zhvillimor urban dhe planit zhvillimor komunal, ne kemi vazhduar me planet regulative të Prishtinës. Mirë po, planet e cilat janë në dispozicion, propos që shërbejnë si bazë për punën të jashme, kemi edhe probleme të theksuara në miratimin e tyre. Nga shkaku se në kënë marrë për bazë gjendje faktike, kisha më thonë, në terren për në qytet, dhe natyrisht pala e cilat kërkon të realizojnë dhe një kërkesë apo dhe një të drejtë të ti, ka vështësi më ndëshmet. Dhe këto është problemi i theksuar në këtë drejtim. Mirë po me gjithat një përbëj përpjekje që të bëjmë zgjidhje konform atij plani. Sa leje ju i keni dhënë në kohën që ju prej që keni ardhur ju? Po unë do të theksoj që nga marrja e detyrime në këtë vit kanë qenë vetëm 4 leje ndërtimore, ndërsa nga koha kur jam marrë i kemi tani i kemi gjithsej 26 leje ndërtimi. Dhe kemi natë 2 leje urbanistike si që Ceku Nigja. Ndërsa kanë qenë të parashtuar 713 kërkesa. 713 kërkesa, për cilave i kemi dhënë 40. 6 leje ndërtimi, natë 2 leje urbanistike. Kjo që komuna nuk po ka kapacitet me ju përgjegj
Ka shumë po vjen këtu disi 80% të kërkesave. Po, mund të thuhet ashtu sepse siç e dini, ndoshta nuk e dini, drejtorët e urbanizmit katastrit në mbrojtjes së mjedisit posedon një staf i cili është relativisht i vogël, me 7-8 arkitektë domethënë, 2 inxhinierë ndërtimit apo 2 gjeodet, është e papërballueshme, e pamundshme të realizojnë gjitha kërkesat. Po këtu nuk është problemi themelor. Problemi është se kërkesa bën qytetarët, po këto kërkesa kanë qenë kryesisht nga vend banimet ose lagjet jo formale në vendet ku nuk kemë të drejtë japim leje ndërtimore, sepse janë jashtë zonës ndërtimore, dhe në një mënyrë neve ju kemi përgjigjë, domethënë gjitha këto shkresave aty ku ka patur mundësi. Pala. Nëse janë 14 që i keni dhënë, sa i keni refuzuar atëherë? Janë refuzuar 117. Ndërsa të tjerë janë gjitha në procedurë. Mirë, po për të dhënë leje ose kusht urbanistik nuk varet nga komuna. Varet domethënë nga investitori, gjithsesi nga personi fizik apo juridik. Këta që kanë kushtuar leje 600, a është topi të ju që vetëm juve po pritesh ta kryeni punën? Jo. Kushtësi. Neve domethënë bëjmë përpjekje se relativisht për të dhënë një pëlqim ose për të dhënë një kusht neve na nevojitet 2-3 javë, ose për të dhënë një konkluzion nga plani ideor 2 javë. Mirë, po mbahet krejt nga investitori. Pra qytetarëve që ndëgjojnë sot, nëse ata vinë me marrë leje, po i thuni që 3 javë i kanë deri në momentin që marrin lejen maksimum? Jo, apo çka duhet? Është sipas ligjit. Unë këto nuk po e them, po them që mbahet çfarë leje, çfarë kërkon. Në qoftë është një objekt individual. Në atë është që ne nuk shkojmë i dhënë informat që tumbim kohë, por mund të japim me një kushtet, në qoftë se është plan regulativ. Dhe pala, në qoftë se përgatitet për të kërkuar, domethënë, ne ja japim një projekt ideor ose konkluzion për projektin ideor. Çka janë kushtet? Na listoni kushtet, a janë këto kriteret dhe kushtet qarta, transparente, ku mund të gjejnë qytetarët kushtet se çdo qytetar që bën kërkesë në komunë ka mundësi të merr gjitha informatat. Ku? Në drejtorinë e urbanizmit. Dhe jo vetëm ato që e merren në formë gojore, mirë po i përgatitet dosja, i përgatitet dokumentacioni dhe njoftohet me gjitha parametrat. Domethënë kushtet, koeficientin e ndërtimit. Se janë këto kushte dhe koeficienti në internet, për shembull. Pikërisht ne në këtë drejtim jemi duke punuar për kërkesat jona dhe e komunës që veçfaqja e komunës ose programi i cili është i bazave të zonave të drejtori mundson që gjitha planet regulative të cilat i kemi në disponim, ato t'i paraqesin në internet dhe mos ketë nevojë pala që të kërkon kushte ose mos kërkon informata për një gjë që vetë bie. Momentalisht sa është koha zgjatja e pritjes për një qytetar për me marrë leje? Varet prej qytetarit ose prej investitorit më tepër. Sepse për të hartuar projektin kryesor, në varësi nga vëllimi i investitorit ose i objektit mund të merr kohë gjatë. Neve domethënë ato koha që ka pa me ligj nuk i vonojmë. Mirë, po vonohet nga leja urbanistike dhe të projektit ideor, gjithë dhe të leja ndërtimit. Sepse ka raste që kemi pas që nuk ka mujtë për 2-3 muaj do me përgjigje lejen ndërtimore, projektin kryesor, i cili do të ketë reviduar, vjen në komunë dhe pastaj në bazë të projektit kryesor ne përgatisim konkluzionin për kompenzim dhe nëse bëhet kompenzim atë me lejen e ndërtimit. Ju zotëri Veseli, ju keni qenë opozitë në qeverisjen e kaluar në komunë dhe keni qenë i zëshëm kundër edhe gjithë antarëve të partive që kanë pas ndërtime ilegale, edhe partisë i PDK-s, edhe LDK-s, a është, çka po shihni, si mund ta vlerësoni, çka janë, pikërisht më thonë, të mira që i kalon qeveria e kalume në komunë, edhe dobësitë e saj, edhe a ka përparim me këtë qeverisje, sa po shihni sa jeni informuar? Historia më shpëzëratin që ti përshëndes për emisionin e qëlluar dhe gjithë teleshikuesit, dërsa deshta më të lidh me pyetjen edhe juaj konkrete dhe me dy drejtorët, ish drejtorin dhe drejtorin aktual. Unë konsideroj që nëse do të mbetet faj dikun, faj është e institucionet, unë nuk e fajsoj qytetarin. A shumë për arsye se asë ndërtimtarin. Ndërtimtarin që se si, unë do të flasë ma vonë se kjo është një halk për përfitime personale ku lidhet faktikisht ndërtimtari, projektuesi, investitori dhe
edhe organet komunale. Unë nuk e përjashtoj mundësinë për arsye se kemi pas fakte konkrete të kaluar kur i kemi denoncuar se kanë qenë të involvuar edhe zyrtarët të udhëheqjes komunale në ndërtimet pa leje kur kanë pas interesin e vet, domethënë profitabil. Mi po duhet të them se janë zyrtarë komunale halo po kanë njësë në tyre që janë edhe kanë qenë të involvuar, kanë qenë qita shtresat të involvuar, për arsye se duhet të themi që vetëm shtresa sociale nuk është e përzinë ndërtimet kolektive, sidomos, duhet të them. Tash unë me këtë duhet ta rregullaksoj se ka individ të shtresa prej, domethënë, udhëheqjes lartë deri te një biznesmen i vogël i cili ka ndonjë interes të vetin ose ka ndikim ose ka një rreth të ngushtë me dikën që është në udhëheqjen e institucionit. Sidomos faji vjen tangon me udhëheqjen komunale. Në rastin konkret nuk e fajse qytetarin së tash për arsye se qytetari sido kuda nuk është faji i tij nëse udhëheqja komunale nuk jep alternative. Unë do ta bëj qartë për opinionin për hir korrektësisë. Institucioni i ka dy çështje shumë të rëndësishme etike. S'pari t'ja jep alternative në qytetarit, por gjithsesi ta mbron edhe qytetarin aty ku rrezikohet interesi publik. Dhe në rastin konkret, nëse këtu ka laramani, as po shihet ka laramani, atëre normal që nuk do të mundet të zbatohet ligji. Me një fjalë, mbi ligji nuk do të ngritet kërkush, tjetë kush do t'jen ai, domethënë ai është i obligueshëm që të respektohet. Me një fjalë, vullneti politik i rregullon gjitha këto gjëra. Nëse qytetari, domethënë, ka bërë kërkesën edhe brenda 30 ditë që është me ligjin aktual të planifikimit 2004-2015 të jap një përgjigje udhëheqja komunale, domethënë pavarësisht se çfarë do të jetë ajo përgjigje, atëherë qytetari për nevojat e veta me siguri që nëse s'e merr përgjigjen do ta nin veten shumë të injoruar në përkombën, për buzën, edhe ai do të fillon të zgjedh alternativën e vet. Por kjo është shumë e kushtueshme, ilegalisht me ndërtu. Ilegalisht me ndërtu dhe kjo është shumë e kushtueshme, bile dikon mesatarja merret 3 fish që është e kushtueshme se sa kur të japë alternativa për me bëjë një zgjidhje të re e mos ta bën ndërtimin aty ku ka ndërtime tjera. A ka pas kritika për domethënë cila qeverisje ka pas kritika për burokraci, a vazhdon kjo burokraci tjetë? A ka ndryshime? Po, do të them se po ndërlidhem me ata dhe që sot rastisht po tangon edhe data me 8 vjetorin e vrasjes të Ndjerit Rexheklucit, që unë konsideroj që ka qenë njëri prej kuadrave më të zëta, domethënë, mos ta vetëm Kosovë, dhe njëri prej njerëzve që ka qenë i thirrur si urbanist, dhe unë nuk hezitoj ta them që ndoshta në komunën e Prishtinës një prej planeve interdisciplinare multisektoriale që është bën ndoshta ka qenë i pari dhe i fundit që është bërë ajo, ka filluar në vitin 1983 dhe si sta profesori Niza ka përfunduar në vitin 1988, por ka pas vija deri në vitin 2000. Domethënë ka janë për qytetin e Prishtinës dhe atë plan e ka përcjell dikun një numër i faqeve prej 14.453 faqe që kanë qenë analizat ndryshme, super mandej kanë qenë analiza, kanë qenë lloj-lloj shënimesh që kemi të bazu. Masi po e përmenim Ndjerin Rexhekluci, a kemi në ide më të qartë çka ju menja juve kush e ka vrarë? Po ajo është pak tash hipotetike të thënë dhe sem i thirrur, domethënë se jam organ, po sidokudo unë konsideroj që ai ka qenë viktim pikërisht të interesit të njerëzve që merren matrapazve, me siguri, ndërtimeve të interesit, domethënë mos ta mafi urbane, për arsye se unë konsideroj se njëra prej shenjave, apo sinjaleve që të fillojnë ndërtimet më të mëdha, sidomos është mas vrasjes tina, ku ka qenë e shprehur dhe theksuar, domethënë, dhe tash unë s'mund të them se kush dhe cili, por krijohet terreni për me dyshu thjesht dhe pista e dyshimeve shkon në drejtim që ai ka rënë viktim e interesave, domethënë të matrapazëve të çuj mafisë urbane për interesa të ngushta. Dikujt i ka penguar dhe është vrarë një kuadër i cili të qytetarët është ndi dhëmshuri e madhe, në veçanti po them edhe si qytetar i Prishtinës, po mos them tash si ekspert që i mungon edhe që ka mund të jap një kontribut jashtëzakonisht madh me planet tash. Atëherë, ju si drejtor të urbanizmit pas Rexheklucit, a ndini veten që kjo mafi urbane për cilën po fol zotin Veseli është më e fortë se ju, se ligji? Zonë Nixha, a keni mikte në kohën që ju keni punuar? Po, derisa nuk janë ndërprer kërkime të tilla, do të thotë diçka ka ekzistuar.
Diçka? S'keni ju më shumë... Diçka jashtë ligjit. Kush sipas jush i ka leju që to ndërtime pa leje? Të gjithë. Kush të gjithë? Gjitha, së pari prej organe më të lartë. Edhe ju, sipas kësaj, kur thu të gjithë? Po, unë kam qenë pjesë e saj, unë s'kam pas fuqi tjetër. Se sakt dihet se kush çfarë përgjegjësie ka. Kujt kanë qenë obligime? Nëse dihet sakt kush çfarë përgjegjësie ka pas, na tregoni, në tash nuk jeni më në qeverisje. Kush ka pas përgjegjësi në kohën kur ju keni qenë? Të drejtorati i inspeksionit ata e kanë e marrin barën. Unë s'po them se ata kanë qenë fajtor të vetë, se kjo ka qenë një dukuri e tërë shoqërisë tonë. E tha dhe zoti Veseli, nuk ka shtresë. Jo bashkë të shoqërisë një pjesë që ka shumë me bë. Më falni, për flasim për ndërtime kolektive, për përfitime kanë bë grupet e caktuara. Kurse ndërtime ilegale kemi gati për gjithë. Do të thonë kjo mafi urbane jeni të thonë që gjithë jemi pjesë e asaj një farë, gjithë që kemi bërë ndërtime pa leje? Mafia urbane mendoj që kur e tha Veseli ka tha se ata që kanë pas përfitime për këtyre ndërtimeve. Kurse ka shumica që kanë ndërtuar pa leje për nevojat vete, domethënë nuk kanë bërë përfitime në kuptimin material. Nëse u lejo të ta më ndërlidh pak pikërisht me atë pyetjen se për hir të korrekcisë të opinionit, unë konsideroj që ka pas njerëz dhe ka ende që kanë vullnetin e mirë politik, domethënë edhe vullnetin e mirë njerëzor që të vinë rregull dhe t'i kanalizon këto çështje, këto probleme. Unë s'mund ta mohoj. A janë minoritet ata njerëz, apo mund me pas mbështetje ata njerëz, apo mbrohen ata njerëz? Për momentin çfarë është gjendja kaotike që ka qenë Prishtinë, që ka, domethënë jo vetëm këtë periudhë, por edhe periudhë më herët, mirë po ato trende dallojnë. Ndërsa para luftës në bën ndërtime pa leje, kryesisht në bën pjesën periferike të Prishtinës dhe kanë qenë për pjesë rurale që kanë ardhur, por materiali ka qenë i datë. Ndërsa pas luftës ka qenë një vërshim i madh i ndërtimeve që kanë qenë materiali i fortë, i betonuar, i armiruar, dhe ajo është bërë pjesën në qendër edhe qytetit, edhe nuk është me të skut, domethënë që s'është bërë. Mirë po duhet të them një diçka që kur ka qenë edhe qeveria përkohshme, këto për hir të opinionit duhet të them se kam që edhe dokumentin zyrtar kur i drejtohet zoti Jakub Krasniqi që ka qenë ministër, i drejtohet zotit Skënder Muçolli, drejtoratit për urbanizëm dhe të ri, kërkesë për dhënien e regjistra ndërtimeve pa leje. Dhe e njëjti domethënë është shkrimi ku jepet. Po unë do të thosha mirë, po në atë kohë pas lufte ishte pikërisht ajo kohë që u luftua shumë për të marrë lokale, për të marrë vendi. Ju vetë e dini çfarë lufte ka qenë në Ish-Buramizin tash, kompleksin Pallat Meri. Po, unë do të ndërlidhem edhe në këtë aspekt, po duhet të them që ka kërkuar që edhe denoncohen gjitha ndërtimet që kanë qenë domethënë pa leje, janë pa implementueshme ose pa inkorporueshme në planin. Ka drejtori, domethënë gjithsesi nga shefi që është ndarë mandej sektori, ka qenë pikërisht zoti Skënder Muçolli. Gjëja që më shumë se do të ndërlidhem në pyetje që na ka ai sot është faktikisht mos gabosha këshilltar në Ministrinë e Transportit, apo është çështje si ekspert, se këtu është çështja që është një fat i mirë që zoti drejtor ka qenë edhe vetë këshilltari i ish ministrit transportit edhe ka punuar në ministri dhe është shumë për këto sene në rrjedha. Por do ta them një diçka që ka qenë shqetësuese edhe për zotin Nixha edhe për mua, se unë s'mund ta akuzoj zotin Nixha personalisht se ky ka faj në ndërtimet pa leje. Do më thonë se nuk ka qenë kompetencë se tha e ti dhe për hir korrekcisë do ta them. Ka një pjesë të faj, do më thonë që ndoshta ka mujtë kemi qenë më i zëshëm ose në rastin konkret ndoshta edhe nëse vjen pyetje edhe për hir taktit moral edhe me dhënë dorëzi ku smunës se ka pas raste kur e di që e kanë gjyt patatën e nxehtë për shprehje në mënyrë figurative drejtori i inspeksionit me këto edhe nuk ka ardhur të zgjidhë edhe është krijuar thjesht një amulli edhe në mesin edhe kolegëve që janë dëgjuar. Mirë, po ka edhe një çështje tjetër që mendoni ju që është përgjegjës, nëse jo përgjegjës unë mendoj unë tash edhe në përgjegjës kryesor në rastin konkret duhet të jetë domethënë sidomos është kryeshefi i ekzekutivit, por nuk mund të jetë përgjegjësisht as kryetari i komunës. Se nëse kryeshefi i ekzekutivit e shoh se abuzon ose po në rastin konkret unë duhet të them tash dallohen se janë specifika tjera me kryetarin e komunës, zotin Mustafa, se unë s'mund ta mohoj se me disa angazhime tina si se tha drejtori ka ndikuar deri diku që të ndalen, po megjithatë nuk po shoh edhe te udhëheqja tanishme nuk po shoh një vullnet mirë ose nuk po transparencë të madhe në raport me qytetarin, se unë mbas pari si qytetari i Prishtinës dhe ish zyrtar si komision në mandatin e kaluar nuk e kam qartë pe 700
sa ata drejtori ndërtime pa leje, vjen edhe tash kufizohet numri deri 25 dhe se shtrënohen 10, cilat janë ato kritere që ka deri te çaj numri 10-ve. Domethënë, dhe këtu do të ketë transparencë dhe thuhet domethënë se për atyre shtatçënë janë këta. Është shumë e vërtetë që në Prishtinë ende nuk kemi një ndërtim kolektiv që është rënuar dhe thuhet se ky nuk ka vende. Por mu do ta them edhe këtë, ka qenë shokante, më lejani vetë edhe këtë ta thonë, shokante atë ditë kur e kom pa vizitën përmes televizionit kur ka qenë lagjen e spitalit dhe rruga që ishte në ndërtim e sipër që është lagjen e spitalit, për momentin nuk po më kujtohet termi i rrugës, kur ndërtimin pa leje ka bë Avni Gjakova, sa më kujtohet ose djali i tij që është si ndërtimtar, ndërtues aty, edhe kryetari i komunës i thotë qytetarëve se do ta shikojmë një pjesë nëse mundet një shtyll për mu zëru rruga. I lutem, kjo për mu është skandaloze për arsye se nëse në interesi publik i qytetarit nuk mbrohet nga organi i cili është i thirrur për atë punë, ato nëse raste do të më rënu nëse është nevoja dhe krejt ndërtesa për më liru. Se çështat elementare të planifikimit e din dytë, sidomos profesori, është për ti infrastrukturën primare e asiguron. Atëre më nëshme bati edhe urbanizëm dhe Zëtis Pahiu, dhe me thonë, në rend parë në spigoni cilat janë kriterit për 700 ndërtimeve, që shikrin zilë shtu në 25? Unë duhet të ndërlidhëm në pyetjen e mërshme, që është ndërtimeve më herët, dhe gjendja në përgjithësi në urbanizëm si ka qenë, tani ka dallim. Unë mendoj se është bërë një vedesi qytetarëve, dhe me aksionet dhe politikën e fundit, që është duke bërë, sepse neve në... Po kush ka pas me ndërtu e ka kry, s'ka nevojë me ndërtu mu. Do t'ima të ka jo. Po 700 objekte pa leje nuk janë pak në vitin e fundit. Unë thash si cifër, se nuk e specifikova mirë, se këto 700 tona të kërkesës sa ka qenë, to kemi bërë me shëndrimet lokaleve, kemi të bëjmë dohë me kërkesat të zgjerimeve, kemi të bëjmë me lloj mbindetimeve, terasa, stadionin. Unë thash të thonë, kërkesat në drejtoratin e urbanizmit ka qenë këto. Ndërsa ndërtime leje ndërtim janë 46. Dhe në të dy kushte urbanistike. Këto kemi të bëjmë me objektet të cilat janë domethënë kolektive të banimit. Këto janë 46. A mendoni se më afton? Jo, po se. Mirë, na shpjegoni si po i zgjidhni shumë është më rëndësi çfarë kritere po përdorni. Mbas çfarë kriterit po përdorni çfarë kriterit po përdorni që me rrezu këto ndërtesa? Po. Qëndrimi domethënë inspeksioni i cili ka qenë dhe është duke bërë me një reformim, neve e kemi gjetë një listë, të cilën domethënë kemi studiuar shumë mirë. Dhe pikërisht në atë listë cilat nuk ka qenë domethënë studim apo e ndani me neve, çfarë kritere kanë çfarë studim? Pikërisht domethënë në atë listë kanë qenë objekte të mangëshme. Është dashur vetëm të bëhet një listë që kanë futur anekse, terasë, pullazë të ndryshme, ose ka pas muri ku ka qenë rënuar dhe kanë pasur si objekt. Dhe neve pikërisht për këto dëshime gjithsesi për këto probleme kemi bërë edhe largime disa inspektorëve. Dhe disa inspektorë janë largu? 6. Dhe lista po shash për inspeksionin e ndërtimit, se ka edhe tjetër për inspeksion komunal atë më pak. Dhe kjo listë e cila është formuar, ne kemi shkuar rend. Dhe gjitha ato objekte të cilat kanë qenë në listë, si objekte kolektive, ashtu individuale, domethënë kemi shkuar pas kriteri. Çfarë kriteri? Inspektori komunal ose i ndërtimit e ka autonomi e plot, domethënë të vepron të vjen vendime, mbas ligjit me ndërtimin me fuqi. Dhe ai domethënë bën nuk po pres për autonomi sa ka, po cilat janë kriteret? Jam prapë mund ta tregoni cilat janë kriteret që ai inspektor i aplikon. Kriteri domethënë ai për mbas ligjit. Dhe objektet të cilat ne kena futën, i kena kërkuar domethënë kjo si kanë mbas ligjit, ju keni thënë krejçka janë ndërtuar gjatë zgjedhjeve duhet mirëzu. Objektet të cilat kanë filluar të ndërtohen në këtë vend, gjatë fushatës. Po 25 janë më shumë se 25. Cilat? Jo, po nuk janë 25 objekte që rënuan, lutem. Kam dëgjuar objekte që rënuan. Është përfit që e listë. Mirë, po objektet të cilat rënuan nuk ka shumë atje. Mirë, domethënë cilat janë kriteret që i keni përdorur me rënuar këto 6 vjet? Cilat janë? Gjithë ato objekte që kanë filluar të ndërtohen pa leje, pa kurrë kushti, pa kurrë kriteri. Dhe domethënë se si mund të ndërtohet objekti. Çfarë kushte duhet pashë? A është objekt individual, a është kolektiv, ai ka përmbajtje kushteve, planin urbanistik, koeficientin e ndërtimit, koeficientin e shpusës, dhe ai ka përfill procedurat administrative. A ka ndonjë që është dashur me rënuar, nuk ka rënuar?
Në të rënu të gjithat objektet të cilat ne në ndërkohë i kemi ofru alternativë që në qoftë se mund të pajiset me leje, është në kodër të planit rregullator, mund të paraqet kërkesë dhe në qoftë se është në kodër të parametrave do të mund të pajiset me leje. Dhe ato objekte kryesisht kanë qenë disa individuale, i kemi pajisë me leje dhe në këtë përndryshe të tjera gjitha. Zotëna Madani, na tregoni se sa janë qytetarë të organizuar, ju përfaqësoni bashkësi lokale, po shihet çfarë sfida kanë zyrtarët, po qytetarët nëse nuk mujnë me gjetë kanë birokraci në komuna dhe në anën tjetër kanë ndërtimtarët, para vetes a kanë mundësi me organizuar vetë, sa jeni si qytetarë të organizuar? Ta përshëndes ju edhe misionin e qytetarët që na përcjellin. Prishtina me statutin e vitit 2004 të lërë bashkësi lokale, 20 në qytet, 15 për fshatra, ekzistojnë, por nuk veprojnë. Po të veprojnë të bashkësia lokale, si trekonshi prindi arsimtari në zonësi, për sukses, qytetari, bashkësia lokale dhe instituciona për komuna, nuk do ishte kjo kaos urbanistik. Jeta në Kosovë, unë thëmë, Prishtinë nuk ka jetë. Unë jam i trotë miti panorë që frasë popullin, kërkën ndjes ka shtetarët, ka kryetarët e bashkësive lokale, se kam problemat më dhaja, i kam në 4 lagje, lagja Rami Sadiku, qytetëza Pejton, qytetëza Përparindë dhe lagja La Krishte. Dhe 4 janë degradu. Na qytetarë presën aprovoj plan urbanistik të gëzohemi, se plan urbanistik parashoj të gjitha nevojat e qytetarëve, tash për na deri kundërta. Edhe aty ku jepet leja, aty degradohet territori hapësirë qytetarët. Dhe unë thamë, Prishtinardit jetojnë në një kaos urbanistik. Nuk kanë lëvizje, nuk kanë qarkullim, nuk kanë hapësi, nuk kanë gjelbrim, edhe pse ne kemi paraportë 60, 50, 40 gjelbrimi këndej, për nuk përdore. Nuk përdore. Shrem të më dhe tash, qytetëza Pejton që nuk ka qenë lagja më e bukur ndoshta në Kosovë, e gjelbrume, urbanizume, plus një sa ka qenë këndej, sot arboa aty është për jetë nuk është e parë. Se ta shohim se çfarë sfide me të vërtet kalojnë në lagjen të cilën e përpasojnë zotina Madani këtu, të shohim reportazhin e përgatitur nga Jeta Abazi që ilustron se edhe në momentin kur ripet leja, sa ndërtimtarët mund të shkaktojnë dëm në te banorët e tjerë që jetojnë atë. La Krishte është lagja në Prishtinë, e cila tash është futur në procesin e urbanizimit nga komuna e Prishtinës. Plani i ri urbanistik ka sjell pakënaqësi për banorët që jetojnë në La Krishte. Kjo lagja është tepër e ngushpatur për hyrje dhe dalje, lëvizje, qarkullim të banorëve të kësaj lagje. Nuk ka jetë asnjë për zhurmën që bëhet ato mjetet që punojnë, thjesht gati deri në 12 natës. Sot, përveç këtyre 5 soliterëve, në lagjen La Krishte kanë filluar ndërtimet në anën veriore dhe në anën jugore. Ndërtime këto, të cilat janë afër me banesat që kanë qenë më parë. Për mi 2000 banore kemi që jetojmë këto, ne nuk kemi frym ka me marë. 2000 banorët e lagjes La Krishte të Prishtinës kanë shkruar peticionin për ndërprerjen e punës së ndërtimeve, që janë duke u bërë në këtë lagje, por deri tash asgjë. Puna njëjtë është duke vazhduar. Nuk ka deri te kryetari komunës është informuar me këto. Ankesa kemi bë, e din gjithë sa ankesat i kemi bën komunë. Gjithat protokollume i kemi qenë komunë, edhe kryetari i komunës është informuar mirë për këtë punë, edhe hasin veshur. I lëm në parkinget, i shesëm edhe kjerët, ku mi lëm fëminë mëre, na që ato kjerë i kemi hek prej ati që ku jo kemi zonë venin këtu, që ku janë për basketbol me lujt, nuk kanë ku me lujt, nuk kanë. Faktikisht nuk ka kush të flejt, këtu deri në 2 natës nuk mund kërkush me flejt. Na nuk kemi as vend ku me lujt, se edhe banesat që pindërtojnë edhe makinat a kanë zonë rrugën neve edhe neve tope kur lujnë, a isa na shkon ka veturat edhe nuk mujna me marë. Vonina se burgosë, nuk i as ku me lujt as kur gjoheq. Megjithse fëmijët ndihen si të burgosur, komuna e Prishtinës e ka lejuar ndërtimin e banesave edhe në anën veriore edhe në anën jugore. Objektin brata që veç ka filluar ndërtimin e objektit, posedon lejen e ndërtimit, në vendimin numër 351 15/8/22 të datës 31/07 të mujit 2008, ky objekt është pajisur me leje ndërtime. Sa i përket parkingit ose hapësinave tjera që destinohen për aktivitete ndryshme, donasmia ose fusha sportive,
Ajo është një faktor që aty kanë me qenë, ajo faktor ka me ndiku që banorët kanë me qenë ma dëmtu. Edhe këta një që banojnë, po edhe ata që do të banojnë në këtë objektin që po ndërtohet. Ne provuam të kontaktojmë me Taher Malokun, pronarin e ndërtesës së re të Lakrishtes, mirë po, për shkak se ai nuk ndodhet në Kosovë, përgjigjet I morëm me anë të email adresës. Zotri Maloku në letrën e tij thotë që ka zgjedhje për problemin e parkingut të lagjes Lakrishte. Sipas projektit të objektit, është parapar garazha nëntoksore për parkimin e automjeteve të shfrytëzuesve të këtij objekti. Një hapësirë e vogël para objektit në kuadër të pronës së objektit do të jetë edhe për parkim. Pra, hapësira tjetër në cilën e kanë shfrytëzuar dhe e shfrytëzojnë banorët, në asnjë mënyrë nuk do të shfrytëzohet nga shfrytëzuesit e objektit. Dhe derisa kjo të zgjidhet, banorëve u duhet përballen çdo ditë me mungesën e hapësirës. Për shkak të ndërtimit të kësaj ndërtese këtu, për banorët e lagjes Lakrishte, është bërë shumë e vështirë që të parkojnë veturat e tyre. Imagjinojeni tash për tash çfarë mundfaqe veturave është. E çka do të bëhet kur të vinë banorët e ri e ndërtesës nënkaçe që do të jenë këtu. Dyme banorët e kësaj lagje ankohen poshtë që të intervenohet në rast emergjente është bërë shumë e vështirë. Ndërsa për shkak të kalueshmërisë të veturave, prindrit, fëmijët e tyre do të kapin përdore që të kalojnë në lagjen e tyre. Nuk dua të kërcënohem, po u çoj fjalë atyre atje që shikojnë vetëm interesin duke shitur perspektivën e këtyre fëmijëve. Se ne do organizohemi shumë më mirë dhe do e bllokojmë rrugën, që është rrugë goxha me rëndësi. Dhe të mos na vinë ata këtu vetëm para se të mbajnë zgjedhjet për t'i marrë votat tona dhe pastaj ne vjedhin edhe vendin, edhe hapësirën, edhe ajrin për fëmijët. Përveç lagjes Lakrishte, të cilës I janë lejuar ndërtimet të reja, por me leje, ndërtesa në lagjen e spitalit nuk ka leje. Por tashmë, qytetarët janë vendosur dhe jetojnë këtu. Na kanë premtuar që lejet mas një kohë do të pajiset banesa me leje, por për momentin jo. Kompleksi ndërtesa që po kthehen mbrapa, investitorit të cilës është Avni Gjakova nga Prishtina, të gjitha janë të ndërtuara pa leje ndërtimi, edhe pa përfillu për far kushte tekniko-urbanistike. Po, investitori kësaj ndërtese është Avni Gjakova. Se komuna po thotë që është në emër të Avni Gjakovës. Po pse ata mundën me pas në atë emër, unë nuk e di, ka mundësi që kanë dhënë deklaratë paushale, ka mundësi që në evidencat e tyre është evidentuar diçka mbrapsht. Është problem edhe I banorëve, është mirë pyet edhe banorët ata që kanë bletash, janë vetëdijshëm që kanë rreziku, kanë dhënë mjetë, a do të legalizohet apo jo, a do çfarë fatet të thotë. Se cili blerës, ajo kontrati ka elementet censorë të kontratës, dihet kush është titullari, përshkruhet vendi, lagja, banesa, kati, numri, metat katrore, përshkrimi I kualitetit të banesës, dorëzimi, afati I dorëzimit, kompetenca gjyqësore e gjykatës, edhe obligimet e shitësit, obligimet e blerësit, obligimet e pagesave dhe obligimeve të tjera që kanë të bëjmë që pasojnë më vonë me taksë dhe me të tjera. Çfarë dokumenta keni marrë për këtë banesë? Veç dokumentet e kvadraturës, sa ka kvadraturë brenda, asgjë tjetër. Edhe keni vujtuar me bukë? Po, na kanë premtuar që më vonë do të pajiset edhe me dokumentacion. Për momentin do të pritet ligji për trajtimin e objekteve pa leje, kështu që komuna nuk do të rrymë me përjashtim në pjesën ku është duke u rregulluar rruga Malosh-Kosova. E pse komuna atëherë po thotë që pengon fillimin e punëve? Komuna mundet me thonë çdo gjë, ka të drejtë më ndonjëherë me gabu, por është gabim me dhënë deklarata paushale, pa kontaktu mirëfilli me pronarët. Komuna ka disa alternativa, ka provu të kontaktoj me investitorin për të biseduar, për gjetur një zgjidhje, edhe presim bisedat e mëtejme se si do të vendoset se për këtë zgjerimit të rrugës Malosh-Kosova që ta ngon me këto objekte kolektive. Që kjo është pronë private, e cila na jemi zhvesh. Domethënë, investitori Artani e kalon këtë vend për hir të rrugës dhe për hir të ardhmes dhe e ka ndërtuar objektin këtu. Çfarë ka marrë objektin? E ky cepi rrugës këtu nuk e ka pengu punën? Jo, nuk ka pengu fare. Patjetër do të ndërhyjet të gjendet në zgjidhje për zgjerimin e rrugës. Për shkak se investitori ngritjen e këtyre pallateve ka bërë mund në buzë të rrugës. Edhe është e pamundur të bëjë zgjerimin e rrugës. Derisa të miratohet ligji për dhënien e lejes për këto ndërtesa, banorët të cilët I kanë shpenzuar paratë e tyre në ndërtesa që janë pa leje, e të cilat edhe mund të rënohen, atyre u mbetet të presin premtimet e pronarëve se një ditë banesat ku ata banojnë do të pajisen me leje ndërtimi. Vazhdoni të fitoni shumë fish me Raiffeisen Bank. Apatizo së paku 1.000 euro për 6 muaj dhe kualifikohu në lojën e madhe shpërblyese.
Sa më shumë para afatizon, aq më shumë shans për të fituar. Shpërblime atraktive çdo 2 javë deri më 26 shtator. Hap pas hapi deri në shpërblimin kryesor. Banesë në Prishtinë. Tani edhe deri në 6% interes. Jeto më mirë me Raiffeisen Bank. Paramendoni që të mos jeni më dhe paramendoni të mos ketë kush të kujdeset për fëmijën tuaj, të mos ketë kush t'i blej këpucë, çantë për shkollë. Paramendoni të mos ketë kush t'i japë një gotë qumësht. Gjëra të tilla në shtetin tonë nuk janë të mundshme. Për atë, kompania Devoti nga çdo qumësht i blerë, Vita, ndan 3 cent për fëmijët pa prindër. Prej tani, çdo qumësht që ju bleni për fëmijën tuaj, e ushqen edhe një fëmijë tjetër që rritet pa prindër. Ardhmëria e fëmijëve tonë, ardhmëria e shtetit tonë. Qumështi jonë, qumështi Vita. Zëdës Fahiu, çka bënin rastet e tilla si kjo e Lakrishtës, ku u është dhënë leja, mirë po nuk është mendu si duket mirë çfarë ndikimi ka pas për rreth ndërtimi, si dhe një ndërtesë e re aty. Unë dua të theksoj fillimisht që kjo zonë në përgjithësi ka qenë tokë shënshore, komunale, shtetërore, që është shfrytzuar domethënë nga të gjithë, dhe nga ata banorë dhe ndërtesat për rreth, dhe disa nga dëmaj tjerë që kanë punuar më herët. E deri shumë mirë që në ndërkohë është bërë privatizimi domethënë këtyre hapësirave. Legislacioni kombëtar i investimit domethënë ka bërë privatizimi dhe tani kemi persona privat fizik të cilët domethënë ekzistojnë të drejtë. Dhe mbas planit rregullativ të Lakrishtës, këto parcela, këto hapësira domethënë kanë mundësi të bëjnë ndërtim. Dhe lejet janë përgatitur konform planit rregullativ dhe gjitha procedurat administrative. Rasti konkret unë e kuptoj shqetësimin e banorëve, që për momentin vërtet edhe ajo pak hapësirë që ka qenë është e limituar e ngushtuar. Mirë po, me ndërtimin e këtij objekti, më besoj që ato hapësira vetëm do të pasohen dhe do të zhvillohen, sepse përpos objektit që do të dotohet nga hapësirë, gjitha pjesë tjera përcjellëse apo përreth objektit do të jenë hapësira publike. Kush është ai që vendon për këtë, se aty ka pak hapësim për këta banorë që janë, e tash edhe një ndërtesë nënkohshme. Me çfarë logjike është dhënë leja aty për shembull? Leja në komunë ka dhënë, gjithashtu në komunë. Si menaxher i këtij departamenti. Mirë po, a keni evaluar sa metra katror kanë fëmijë për me lujt, xhelbrim, parking? Pikërisht domethënë plani rregullativ dhe ato i kanë paraqur domethënë dhe është dhënë vendimi konform atyre parametrave. Dhe se pjesë integrale do të thonë këtu do të pjesa që do të kenë do të jetë asaj, sepse çdo kush që do të kenë objekt nuk do të thotë që edhe pasurinë që ka përreth do të jetë e tillë se do të javën ngarën. Por ato do të ngjerrin me vonë hapësira publike për gjithë qytetarët, edhe për ata që vinë, por ato hapësira publike po zvogëlohen nëse ndërtohet edhe në ndërtesë nënkohëse aty, sepse aty do të ketë nevojë për më shumë parkingje. Kemë në plan rregullativ do të Lakrishtës që kryesisht është një pjesë domethënë bukur për të ndërtuar dhe njerëz që kanë privatizuar të ndërtojnë. Jeta, 1973 a bërë shupërimi për lagjën nga Krishte, a startu plani urbanistik 5 toaletë me 295 banesa, 20 lokale dhe pajisë të Shqipërisë. Dhe ka qenë kufini. Ne sot na më kanë pushë e futbollit, na më kanë pushë e basketbollit, na më kanë pushë kondile dhe fëmijëve, lojra. Hapësira që është përballë. E kanë shpenzuar 33 vite qytetarë. Ka qenë një objekt të njësisë Agrokosovës, 150 metrë tash më sa më rreth në 15. Por këtë hapësira ka qenë asfaltuar me rregulla për banorë, aty ka lujt fëmijë. Kanë përkruar vetura. Tash ajo drejtje ka qenë pronë në komunë sot dhe pronë private. Në thonë te ka bërë krinë, më të mëdha ka bërë KMS ka bërë këtë Kosovë. Pastaj soliteri ndërtohet përballë hapësira është 10 metra 15 soliteri parë. Tash 4 soliteri ju merret drita ajri shqetësimit.
Tash fusha e sportit pra dhe 7.000. Kanë lujt bashkë ku është ndërtu tash. Me plan thot 50-50. Erife ka grupu 10 ari. Tenet ka bu. Në thënë që e fushë e sportit ju ka marrë fëmive. Që e që alkoholimi ditë që ka pas, një pjesë e ka marrë. Po zë vispa ju, po të që është me regull. Ju ka marrë me regull. Qytetat e kanë Shëndimi hapësirës publike, gjithësisht i ndërtimore, nuk mund sa ta kërkuaj të ndërton. Por ai mund pjesa nën toksore objekte që do të mund të shkon deri në 70%. Mi përmbi tokë shkon 50 vetëm 50%. Dhe nuk është domethënë të zgjerohet objekti i cili ka parë me vendim që është donë. Do të punohet konform vendimit. Agro Kosova njësia tashmë ka qenë kretë kjo hapësirë ka qenë e banorëve, tu kanë rrëtë mitë kretë kjo pjesë drejtë e policionit. Kjo ka qenë në ashkura kur kryesë primi. Dhe 73-shin për këtë laqë, edhe ka qenë prove private, ka ra është bë provë komunal në shënit të banorëve. Tash atë moja, qësh ka metra e vite, na nuk e di, po ma pajtomi ka qenë 153. Mirë, a në planet regulative në bashkëzim debat me qytetarë? A jam bo? Planet regulative është bëllë gjatë dhe mandatin tjetë, sa i përket ka Krishtës. Edhe? Dhe debat e kem pas. Ju e pas ke banë leje, një kanë njëre. E keni planifiku që aty do ka pas mundësi për ndërtojnë Mirë vesh, planet regulativ nuk o projektin. Planet regulativ është faktikisht komponent e neneve të një ligjë. Se si mund të projektohet në një hapësirë bashkësisht prej pronësisë. A keni planifikuar ju që aty një ndërtesë në Ankaçe? Jo aty, ne kemi planifikuar hapësirat me përqindje të ndërtimit, me bashkësisht prej pronës kush sa ka. E tash kur po vim të ky problem, edhe kur po thot ai ndërtuesi po thot unë kam leje, qytetarët po thonë ka leje. Dëgjojmë, vetëm diçka të mirë vesh, se edhe zotëri ka, edhe qytetarët kanë drejt, gjithë kanë drejt, se jemi në një tranzicion, qepse, për shembull kur është bëjë objekt, kur nuk është përcaktu kufini i parcelave katastrale se sa cila parcel i përket atij objekt. Edhe dita ditës sot nuk është bë, se ne është një mungesë e madhe. Të gjithë edhe Jordania, askush nuk din se në një objekt shumë katësh, cili territori i përket atij objekti. Po ashtu është kjo mangësia e komunës, komuna është dashur? Jo, kjo është mangësia e agjencisë katastrale të Kosovës. Të cilë 2-3 plane... Cila është pjesë e komunës? Pjesa e komunës është ta planifikon atë hapësirë. Edhe aty nuk është e vërtetë që janë para pa, edhe terrenet sportive, aty është para pa, ajo shkolla ekzistuese. Po si janë para pa, po të mirë vesh komuna ato do të ndërton. Edhe nuk mundet tash më një herë se komuna për me bën një fond, domethënë duhet të jep leje me përqindjet që merr, atëherë duhet të kthehen pikërisht aty. Në vendin e qytetarët që me të vërtetë me ato fonde ku do ta ndërtoni hapësinën që momentalisht ka bërë ky ndërtues. Për ndryshe atëherë komuna ka fal. Kur? Unë dua që vetëm të potencoj që në Lakrishtë, domethënë neve kemi Tenki Vestin, Dajtin, International Grupin, Mila Jusufi Kasnici, Nazi, Olti, Rami Sadiku, Dresnaja, Dugagjini Vest, zona, domethënë kjo ishte këta investitor, domethënë persona fizik që e kush më ditët që ta persona që ta investitor a do të ndërtojnë ndonjë fush futbolli apo fush që ka pas gjitha lojë komuna jo ata. Po në cilën tokë të komunës pas ka mbetë aty nëse ka gjitha investitorë? Pas këtij objekti tërë është tokë e komunës. Unë vetëm përfundoj që në një vend ku ndërtohet do të ndërtohet sepse ne kemi pajisje ekzonaja të drejtë. Mund të bëhet të plorë, mund të ngushtohet edhe hapësia, mund të ketë edhe tollëri, por gjithnjë nuk guxon të bllokohet domethënë shërbimi i qytetarit. Nëse nuk guxon, a nuk guxon ajo, nëse momentalisht po bllokohet, edhe qytetarët për shembull kanë pas problem makina ambulancës ka pas me hyrje që do të mbikëqyr, domethënë neve për ne është një vit, por unë dua të them se kjo rast në fjalë i gëzon rretoj 30 hektarë. Në atë domethënë janë koeficiente sa ka mundësi të ndërtojnë. Ose për shembull ky ka 20 hektarë, ose ky tjetri ka 2 hektarë gjys e kështu me radhë. Secila parcel domethënë është privatizuar dhe konform planit regulativ, ata kanë bërë kërkesa dhe gjithë këta investitorë disa tri kanë marrë leje të tillë dhe si po ja zgjidhin problemin. Problemi i lagjës mund të zgjidhet vetëm kur bën ndërtimi këto objekte dhe objekteve të tjera dhe të plotësohet me infrastrukturë sociale për çfarë question mas 30 vjetë mund të më bëj. Jo, nuk kisha më thonë mas 30 vjetë, por tash është varet, nuk mund ta diktoj tempon e ndërtimit të zhvillimit, mirë po. Domethënë, po veç kur e kam plan komuna me ndërtu atë planin që ka pas një vend për
për lojë. Neve për çdo ditë, jo për çdo ditë, por për çdo ditë jemi duke krijuar hapësira, duke kërkuar hapësira për ndërtimin e infrastrukturës për cilëse sociale, shkollore, cilëve. Edhe apo gjeni hapësira? Shumë vështirësi, sepse kanë ngjetë shumë pak hapësira. Mirë, po edhe rasti i Dardanizë do thonë do të ketë. Po lejeni me ndërtu pra nëse s'po gjeni. Ju lutem komente kamerë ato plan regulativ. Nuk mund ta diktoj, nuk është dëshirë. Po çfarë plan regulativ? Po vetëm se qytetarët s'kan parë edhe s'kan me investu, atëherë plan regulativ po i përmbushet dëshira e investitorit, sepse është plan regulativ e këta që nuk po lypin me ndërtu, nuk po i përmbushet, edhe pse është plan regulativ edhe një hapësirë. Qytetarët që janë në atë zonë, ata i kanë ato hapësira të reta, banesën apo që ekzojnë. Personi tjetër që ka blerë, do të nuk varet nga dëshira ime, du me vonë. Ligja përcakton atë, ligja mund të thonë. Unë do të thonë, mundum konform, si thënë, ligja planeve regulative që në ato më herët, Kuvendi Komunal i ka miratuar dhe ne do të respektojmë ato. Unë fillimisht do të thënë se unë edhe mandatin kur kemi me kolegë pikërisht duke pas për bazë këto që edhe bashkëqytetarët tonë praktikisht e ndinë, me grupin parlamentar që Partisë Demokratike nuk i kemi votuar planet regulative. Për arsye se më shumë më kanë përgjasu me kolegë ato plane regulative si diçka të improvizuara, cilat kanë me qenë shumë shtirë të implementueshme, për arsye se pajtohen me pyetjen që e bëhet se absolutisht qëndrej pas asaj dhe e ndaj mendimin edhe me juve si në moderatore, se është mendimi i qytetarëve, qytetarëve se absolutisht nuk është marrë një mendim shumë i madh i qytetarëve para se dhe më thonë bëhen të planet regulative për arsye se dokumentet e tilla ose planet nuk përbojnë treguesin e kualitetit jetësor. Qofse ne qytetarit ja rrisëm dënsinë e banimit, shtrohet pyetja me për çfarë kualiteti në të urbanizmit jemi të folë. Nëse mendojmë nëse do të jetë kualitet jetësor me betonizu qytetin e Prishtinës dhe me ja kufizu hapësirën e gjelbërimit në tonë qytetarëve, unë përkundrazi mendoj që ato plane e zhdash që të kenë tamam një analizë multisektoriale, njerëz që janë kompetent thirrura e jo faktikisht kompani që kanë fituar dhe kanë bërë plane regulative që nuk e kanë pas asnjë përbojë më herët për të bërë. Thjesht unë konsideroj që më shumë ka qenë një diçka që është bërë përmes kompjuterave në vullnet një dëshirë e tyre të manipulimit se sa që ka qenë e bazuar në gjendjen ekzistuese. Këta thonë me plot përgjithësi se janë mungojnë shumë elemente që do të me karakterizu planin regulativ, mos tam. Edhe kjo është si pasojë pikërisht edhe vetë planit të shëqytet strategjik qytetit Prishtinës, që nuk ka pas të dhona për trendet urbane. Nuk ka qenë, do më thoni, bazuar se i kanë munguar shumë dhona dhe ka qenë vështirë për mu bazuaj, edhe tash del që është në shpërputhje nga njerë plani regulativ me dhona që janë në planin strategjik në vijat rosha që janë para pa. Pikrisht, kjo është tash duke dëmtuar edhe qytetarin, por edhe duke shpirë qytetarë tjerë që të mendohet për implementimin e planin si ndodhë tash rastin me Top Hanën, që pushia që është i pa implementueshëm dhe udhëheqja tash e re komunale, që është kompetencë e drejtorit, kanë dhënë që Kuvendi Komunal ta rishqyrton, domethënë dhe Top Hana fillon. Tash me siguri po them se këto pasoja do t'i ndinë qytetari, dhe unë jam edhe atëre konsenë, po edhe tash jam kundër kësaj që të bëhen eksperimente, se për mu këto e ma shumë çështje eksperimente që e ndaj krijohet. Ju jeni kundër planit strategjik të Prishtinës? Jo, unë me një fjalë nuk e quaj ato fare se edhe atëre nuk e kumë se nuk i ka elementet e planit strategjik, për arsye se ky është një koncept, edhe qysh nuk ka logjik, domethënë që quhet plan strategjik i zhvillimit Prishtinës, kur dihet që pare thama për para Indjeri Recep Luci ka punuar mas pakti 5 vjet me kolegë për mu bën një plan. Dhe nuk mundet të bëhet një plan strategjik i qytetit Prishtinës me kushtuar 187.000 edhe me na dal më i shtret një plan regulativ se sa plani i përgjithshëm strategjik i zhvillimit të qytetit Prishtinës. Se ka logjike. Mos tam falë edhe këta, mos tam që unë kam dokumentin valid që dëshmon domethënë se quhet koncept. Me koncepcionin gjerman që është koncept dhe edhe zyrja prokurimit edhe këto kur është paguar dhe më thonë është paguar rata pikërisht si koncept. A ka Prishtina plan apo ka vetëm koncept? Kjo është mendimi i të tjerës, por gjithë e dim edhe është miratu në kuvend edhe është plani strategjik zhvillimor dhe në base ati plani në gjitha planet tjera e në ba.
Më të thojnë ata që nuk ka. Pëndizojnë kritika që është i parealizushëm. Kush? Plani strategjik. Se këtë nocion nuk e një asë një liz që është në fuqi. Nuk e një asë liz i planifikimit. Për nocioni o diçka tjetër, mund të dojnë. Po kryesore, esenca e planit i ka plotësuar të gjitha kërkesat edhe kanë qenë të mjaftueshme për ata fatë që është punu, se ne nuk kemi punu 5 vite, se kishë punu 5 vite me siguri është një kvalitet këtë tjetër, po Prishtinës nuk ka duhet pas luftës një plan i tillë urgjent. Jo plan. Pa koncept. Ato që ju e lexoni, ajo ka qenë faza e parë e planit strategjik. Drejtar, për hip korrektësisë, i kam domethënë dokumentacione që tregon se është koncept, edhe kur është paguar domethënë rata, çebre, unë s'po shpiki këto. Edhe këto, edhe ti që ke marrë, si po është edhe për Luzhimica, çe. Drejtorit Luzhimica. Unë do të di, ajo është mendimi im. Jo mendimi im, unë jam shtet në dokumentacion. Unë kisha ngulur pak për planet rregullative. Planet rregullative nuk bëhen sipas kërkesave të individëve ose të grupeve. Planet rregullative janë bazë e një zhvillimi të një qyteti. Qyteti nuk mund të ngjerë në atë bazë të zhvillimit, sidomos Lakrishtja, po nisëm prej Lakrishtës. Lakrishtja çështë ekziston janë ato 3 solitere, 2000 banor, asnjë element tjetër të një funksionimi të jetës jashtë objektit nuk e kanë. A kanë pas? Mbi makina luajnë ato objekte të përkohshme, sidomos pas luftës është bërë krejtësisht një kaos. Aty nuk ka as parkingje, nuk ka as garazh, nuk ka asnjë lojë hapësirë. Kanë pas, bish tash hajtë u morëm edhe çfarë. Jo, nuk është e vërtetë. Si kanë pas jetë, kush po e merr? Ato e ka bë AKM-ja, jo komuna. Ajo është pronë e dikujt që e ka marrë për 99 vjet e ka paguar. Komuna ka shujtë dhe ka vënë. Jo, nuk është e vërtetë. Nuk është sepse ne kemi pas takime permanente me AKM-n. Edhe kemi thënë mos privatizoni hapësirat të cilat kanë qenë në dëm të zhvillimit të qytetit. Ata nuk na kanë përfshirë. Kemi bindur. Ata kanë shit çak objekte që kanë karakter përkohshëm, që kanë qenë objekte të përkohshëm. Nuk ju kanë përfill, po ju keni dhënë leje, megjithatë. Ata kur ta çet dikush një pronë në katastër ku e ka dhënë një pagesë. Ajo është për ne, nuk mund ta anashkalon atë. Ajo ka drejtën, ajo ka pagu. Ajo është pronar. Por në fundit aty 50% vetëm lejohet, ajo ka mu pasuru. E tash, të mirën vesh, nuk është vetëm dhënia e lejes, ana e lishmërisë e një hapësire. Pas dhënies së lejes, çdo investitor, çdo ndërtues duhet të ketë rregullat se si duhet të sigurohet punishtja. Së pari domethënë nuk gëzon askujt i pengon. Po që të pengon edhe s'ka bëhet kurrë? Jo, po atëherë është gabim i inspeksionit. Nëse pengohet. Në fakt, se duhet përcaktohet ku është hyrja, mund edhe të ndalohet për shembull betonimi, bartja e materialit ditën, po kur është, domethënë ka regjimet përcaktohen me kushte të veçanta, jo me leje ndërtimi. Kush i përcjell, cili ndërtimtar në Kosovë i përcjell këtë regjime? Këto duhet. Ka një ndërtimtar si ju njëni, që unë nuk jam skeptike. Ndërtimtar që po ndërton edhe që po përcjell regjimet që mos më pengu njerëzve edhe ato duhet të shtetit i përcjell, po jo. Se pas lejes ndërtimi duhet ta kërkon lejen për formimin e punishtës. Më thonë është edhe një leje, ku atëherë inspeksione e merr e përkron. Zëdin Amarani, po ju bindin këto argumente? Pona. Profesor, tu ka qenë një objekt 150 metrë. Ka qenë rrethur. Kretë hapësira tjetër ka qenë shërbim banor, ka qenë fusha e futbollit, to ka qenë parkingu. Po ka qenë me karakter të përkohshëm. E kur aty është e primi, sot profesori Xhaçi thotë un kam punuar deri në 75-ën, edhe kemi shkuar në fushë Kosovë, pse kam u prish ndërtesë. Pse nuk ka shprehur diçka tjetër. E dyta, në anën jugore, qytetarët kanë thënë ato edhe në debat. Po nuk ka qenë fuqi. E dyta, ato që ne kemi pyet çka do të bëhet me këtë objekt, ky mbetet çashtu. Se nuk ka mundësi më ndërtu soliter për bazë soliterit, se pengohet Lakrishtja. Bashkia lokale ka shtu kërkesë për 2 shkolla fillore, për një çerdhe, për 2 shkolla të mesme, kur punë të planifikuar se ka pasur. E dyta, ana jugore, familja Krasniqi. Ju ka ekspropriuar shtati 203. Toka, na kemi pas fushën e futbollit. Aty, tash a janë dhënë vëzërit. I kene kalu një vëlla fillon me shtru me zallë dhe me bo parking, komuna edhe ndalesa kjo është e komunës. Tjetër tonar, vëlla, jepet leja për 3 soliter, a rruga është rrugën e Tiranës. Kalon bidumin për Shtepka, që është e mbyllur, aty na kemi pa që të zbulohet për Shtepka, zhurma, të me thonë, e njëta parcel. Asi rasti ka shumë, ku toka komunës ju ka kthy vetëm me një akt të gjykatës, të një gjykatësi, ju ka kthy në pronë private, edhe pse janë bërë gjitha kompenzimet me kohë. Ka si rasti, x rast, nuk është vetëm një rast. Shuria kry parat i kanë marrë, tash njëri ka të drejtë, tjetër nuk ka të drejtë, e dyta rrugë kalon këndej, 3 soliter, ngushpatja ma aty,
ose ka leje për prishje, nëse të nuk ka leje ndërtimi, nëse vjen inspektor të ka leje ndërtimi, që ta po irritojnë qytetarët. Se qytetarët nuk janë fuqishëm, kjo ndoshta nuk është asgjë e re, po të shohim një reportazh e cila e definon paradoksin e kohës së tanishme ku jo vetëm qytetarët, po edhe qeveritarët, madje Ministresha e Drejtësisë është e pafuqishme kundrejt ndërtuesve ilegal. Ndërtimet kolektive në Prishtinë tashmë ja kanë zënë frymën kryeqendrës Kosovës, ja kanë zënë frymën dhe dritën banorëve të shumt, të cilët janë të pafuqishëm përballë ndërtuesve të mëdhenj. Përballë ndërtuesve të pafuqishëm duken edhe komunarët, madje edhe qeveritarët e Kosovës. Banorët e rrugës Bajram Kelmendi ankohen rreth ndërtimit të një banese kolektive në lagjen e tyre. Ky ndërtues ka marrë leje nga komuna e Prishtinës për të ndërtuar 5 kate, por e ka tejkaluar atë. Këta kanë projektu një ndërtim 5+5. Dhe kaloj ajo saga e parë, pason tjetra. Ndërtohet, kati 5, fillon kati 6. Unë e paraqes në inspektorat, fillon kati 7, vjen kjo qeveria e re komunale, edhe prape paraqes rastin, vinë e konstatojnë se për 2 kate e gjys është të i kalu leja e ndërtimit. Unë kam bo presion të komunat, të kryetari komunes 2 herë. Kryetari komunes më ka thonë, në kibe katet e tepërta do të renohen. Erdhen një dit edhe hypen në katin, si që përshifni, më të lartin, urzun 2-3 tulla, dulen investitorët edhe thanë ndërprejeni se do të renojmë vetë. Erdhen edhe një herë me e renu, u telefonu në telefon këj investitori kryesor, bisedoj me dikon, nuk muj me dit me kon, edhe ja u dha inspektorve, ta urdhoni folni. Inspektoret bisedun me dikon me atë telefon, ndërprej renimi, u qitin ato 4-5 tulla sa ishin heq, dhe jo vetëm që nuk e renoj vetë, si që mori për obligim, por vazhdoj dhe ja tas ku ka rrit ka ndërtu soliter. Gjatë ndërtimit me këti objektin e përballë në shumë zhurmë, do më thonë e kam prishë dhe planin e urbanistik të kësaj lagje, se këta e kam pas planin vetëm për 5 ndërtesa, për 5 kate, edhe këta kanë vazhdu dhe në 8 kate. Edhe plus punëtor kanë qenë një të sjellshëm, do më thonë nuk kanë punu me norma që është janë, do më thonë, për mi mbrojt banor, për mi mbrojt edhe qëtësin të lagjes, kanë ndorët edhe shumë lagjen dhe çdo sa nuk ka shku bashkë mirë. Kemi pas edhe konflikt vazhdimisht gjatë ndërtimit këtij objekti, po konflikt se rruga ku po ndërtohet është shumë e ngushtë. Edhe kanë ardhur me bagjera, kanë ardhur me kamiona shumë të mëdha që e kanë pengu jetën normale këtë lagje. Për shkak të problemeve të shumta që kanë lindur me rastin e ndërtimit të këtij objekti, duke u rrezikuar edhe jetën Nekibe Kelmendi, thotë se rastin e ka paraqitur në polici dhe se ka bërë 2 herë kallëzime penale. Ajo thekson se sipas nenit 294 të Kodit Penal të Kosovës, personat që veprojnë si ky ndërtues dënohen prej 3 muaj deri në 5 vite burgim. Për këtë vepër ndiqet sipas detyres zyrtare e jo me paraqitje të timin me kallëzimin tim penal. Ndonë se unë kam bo 2 kallëzime penale. Keni bo kallëzim penal dhe prap organet nuk po. Pas ndërmarrë diçka më kishin thjesht si palë dëmtuar me marrë në pyetje s'pak. Pse po flaj? Pyetini ata. Ne ja kemi paralajmëruar atina se nëse ai nuk e respekton vendimin, ne do t'ja tërheqim tërësisht lejen. Tërheqja tërësisht e lejes pastaj implikon që objektet tërësisht vetë në sprove edhe një herë, ose deri tek rrënimi ploti i tij. Prandaj kjo do të jetë shumë e qartë edhe për këtë palë dhe për palë tjera, edhe mos ta ushqejnë veten me themi premtime të rrejshme, të ndokujt eventualisht, apo me pritje të rrejshme se ai mund ta përfundoj këtë objekt ashtu si është, sepse na ka krijuar probleme shumë të mëdha. Deri te dyshimi që do të ka korrupsion këtë rast, sepse s'ka mundaj për një masdrejke ta betonoj atë pllak betonet që ka qenë
themi ndaluar të bëhet nga ana e inspeksionit, mirë po këto çështje ne do t'i analizojmë, do t'i vlerësojmë. Kjo na ka shtyë që ne do të thotë kjo ka qenë themi edhe shtytja e fundit që ne të futemi dhe ta bëjmë edhe një herë shqyrtimin e punës inspeksionit edhe disa prej tyre t'i lëmë jashtë inspeksionit që kemi bërë në komunë. Bashkinvestitor të këtij objekti janë Naime Jupi, Shkëlzen Qoraj dhe Driton Musa. Ky i fundit thotë se është duke respektuar vendimin e komunës për rënimin e kateve të tejkaluara. Për këtë objekt, komuna ka lëshuar leje për ndërtim, P+5. Këtë rast ne kemi bërë një tejkalim, kemi bërë, për një katë gjysë. Kemi bërë një katë gjysë që kemi bërë. A si janë 2-3 që të thotë? Jo, nuk ka, kemi bërë nuk ka. Edhe është tejkalim është bërë për shkak teknike, të cilat në terren këtu kemi mundën të rrugën tonë që kemi në vend, është velusha kalon për afër, është kemi më shku më poshtë në podrume, për shkak të ujrave që kemi në toksore, atë kemi çu katë më analt, kemi çu se do të bëjmë një tejkalim e kemi bërë. Ekziston një vendim komunal për rënimin e kateve që janë tejkaluar. Po kemi marrë vërejtën e ka qenë rënimi. Çka është rënu? U shërnu kati hapëm, që kemi bërë atë rësi, ka filluar neshtu, ka filluar tash para disa ditëve ka filluar kati tjetër më rënu, ne kemi vënë premtim në komunë që do të rënojna, prap jemi, ma tha fjalë që kemi thënë edhe jemi, prap në komunën jemi, çdo send kemi një përgjigjës komunë se kemi qenë në atë aspektin që është bërë tejkalim, edhe dyta që kena filluar vetë të bëjnë rënimin, pasi që ka bërë komuna na bëjnë vetë rënimin çdo ditë, pasi se nuk na lejon kushtet tona që kemi për rreth këto objekteve, nuk na lejojnë na të bëjnë një rënim kështu masimi bë tot nga kalaj me bë. Edhe se shifat nalt, edhe është gabariti i objektit shumë i fortë, nuk mundem me bë. Me dorë, nuk ka tori me bë. Nuk lejon kushtet me bë se dëshë sene. Apo presim se kemi një aplikim në drejtoratin e planifikimit, në drejtoratin e urbanizmit në komunën e komunës Prishtinë që kemi kërkesën, po më në luçkë të kalim që kemi bërë një katë gjysë. Në kam pritë legalizim? Pritë legalizim, presim. Dhe këtë që përsa ta është pashton kanalë rënimi? Ja, nuk do më thonë për atë, na presim ashtu shtu, na presim nga ana komunës një mi kuptim. Dhe kalim është. Shifët, dhe se ka të kalime tjera, nësë janë ashtu s'kem nevoj me në mu, ka të kalime tjera në objekte tjera, dhe sa të bot legalizimi gjithë dhe ne jone në me shpresë jesën që ka do të botë dhe jone do të botë. Komuna e Prishtinës pati publikuar listën prej rreth 100 emrave të gjithë pronar të ndërtimeve kolektive, shumica pa leje, ndërsa shumë prej tyre kanë marrë leje për të ndërtuar 2, 3 ose 5 kate, por që kanë ndërtuar 8 e 10 kate, thjesht kanë ndërtuar rokasjej. Po kjo dokument që ka një lidhje të forte me kënde ka mund të pyet njëte. Nuk e di. Ky ka lidhje të forte, se kur rënohet një stadium në fund qytetit, në Matiqan, në Matë, që po e thonë, e nuk rënohet në mes qytetit, midis shtëpiave individuale, ky objekt, atëre s'do koment se lidhjet ekzistojnë. Jo, nuk shëndron. Mund fitohet për shtypja tillë ose mund të komentohet se tillë, por unë garantoj që nuk shëndron as prapa këtij, nuk do të shëndroj as prapa asnjë ndërtuesi. Prapa çdo njeri do të qëndroj vetëm ligji, asnjë ndërhyrje nuk ka nga niveli qendror as nga asnjë nivel tjetër. Është fjala këtu vetëm për papërgjegjësitë plot të palës. Ndoshta pala është e bindur sepse përpara ka ndodhur që do të disa gjëra të fillojnë edhe pastaj të ndesin harresë dhe ai ta realizojë qëllimin e vet. Kësaj radhe unë i garantoj edhe publikisht që atë nuk do të mund ta bëj, edhe se ajo pjesë objekte do të rënohet, më mirë i bën që ai rënon vet. Ramadani, kur e shihni se një ministër nuk i del në kry me ndërtimtar, çka mendoni? A mundin ju si qytetarë të mundin me dalë në kry? A keni shpresa? Po jeton dhajmi dhe ime banorëve, qytetarët, kanë shpreh kërkesa ankesa të drejtorit, po dhe të kryetarit komunës, përgatisin një peticion, çfarë masa do të marrë, nuk e di, po kishte mirë drejtorin ta lusë nesër me ekspertë vetë, ne kryetarin e komunës të vinë një takim me qytetarët edhe shohim gjendje faktike. Sepse lagja prej 70 ka jetu dhe mbi jetu, me vetë finansimin e vetë ka ndërku parkun e parkingun e që ka dikëndi, ka investu vetë qytetarët, ta shumë një gjendje që ka ose së fundit qytetarët një pikë kërkon. Të distribuohen 300 banesa me 2 banor.
një vend ku ka jetë normale, sepse është vullfatje totale për jetë të bani. Fëmijët nuk kanë 200-300 fëmijë, kopshti fëmijë mungon, për stas për pakin ka është diçka luks përndej, po jeta normale anë kupat më stas në ndërtimit, ana jugore dhe ana veriore të zgjidhet në baza urbanistike për normalizimin e jetës së kësaj lagje. Se mbi 300 banesë. E degradojmë një lagje të urbanizume për një objekt të ri urbanistik apo urbanistik. Zënë Veseli, a ka nevojë për një regje plus të ri Kosovë? Dhe a do të i rrezikohet prej vrasjes së njëjtën dikush që e bën atë punë? Po për me garantu, do më thonë se a i kanose, pa e s'mund të garanton kërkush, do më thonë se është një rrëp atësje transparent, po si do ku do në konsideroj se do të pysin ata vetën, ata që i kanë marrë votën edhe që janë në institucione, do më thonë kur e ka ligjin para veti, që ata ta respektojnë ligjin. Absolutisht më duket shumë absurd i madhe edhe kjo deklaratash, edhe e ministreshës, po deklarata me qati, edhe kryetarit, edhe drejtorit që është prezent këtu, qovse do më thonë nuk ndalohet. Nëse ka lejen e ndërtimit, edhe ka 5 ka, atëre nuk i di ku është inspekcioni, edhe ku është drejtorati, edhe për çfarë detyrë, edhe për çka paguhet. Unë kisha pyetjuve Ndërsa, më fal, ndërsa unë do ta them se parimi është parim, dhe nuk e thash rastisht edhe në fillim kur e thash. Udhëheqja institucioni, gjithsesi këtë rast drejtorati, gjithsesi drejtori, e mos tam udhëheqja komunale. Qytetarin nuk duhet vetëm të jap alternativë, po duhet edhe ta mbron interesin e qytetarit. Në këtë rast është rreziku, domethënë, interesi publik, interesi qytetarit, dhe nëse e ka të kaluar, atëherë duhet mirën masa, por jo vetëm te ky pronar. Por duhet të gjithë pronar tjerë. Për arsye se unë jam shumë i sinqert dhe transparent, e njëjtën te kalim edhe ndërtim e ka vllave dhe i ministreshës, e ju Kolica. Njëjtën, domethënë, është çështja, dhe nëse shtrohet as paralelja për të vënë, do më thonë se, a do të ndërmirët masa ndaj këtina, do të ndërmirët masa edhe ndaj ati, edhe ndaj këti dhe ndaj këti. Ky populli jonë ka hjek shumë dhe e pranon drejtësin. Por atë moment që fillon më bo standardi 2 fish të Laramani, është shumë normale që nuk do të pranon. Edhe ka drejt, edhe më rebulu edhe këte. Unë nuk shoh arsyetime për mu. Jeni të që edhe ministreshta kanë familjet vetë njerëz që kanë... Po normal që ka edhe pale edhe që thjesht është i bëllvorë, dhe më thonë, Qka i puni fakti që edhe qeveria është në objekte pale? Po, edhe atë do të them që... Atëhera, është që mungesë e vullnetit politik? Unë mendoj se nuk po duhet të jam absolutisht e njanshëm, por megjithatë vullneti politik i qeverisë ekziston tash që të kalojnë për objekte të cilat do të jenë me leje. Mirë po kjo është vazhdimsi që nuk ka hapësirë dhe është duke bërë punë në atë drejtim. Mirë po unë nuk po du me pranu se nuk është mund veç floskull politike me qenë një arsyetim i këtillë, për shembull se në rastin konkret absolutisht çdo arsyetim që do ta jap drejtori shoqëriu, domethënë absolutisht për mua do të jetë i bazuar. Se nëse jo është kompetencë dhe inspektor, atëre shtrohet pyetja, bën cilët kritere po kanë larguar ata 6 inspektorë pas kanë ardhur tjerë. Domethënë tash po del që dikush edhe për këtyre inspektorëve nëse shtrohet ky problem, që nga ose i korruptuar ose s'po ta i ka me marrë masa, ose s'pe dëgjoj ka koka i reveluar dhe koka i padëgjueshëm në raport me drejtorin. Dhe më ne shtrohet tash ky problem një që e shtrova por cilat janë ato kritere që kanë ardhur për me rënu. Në rastin konkret absolutisht ose duhet me shku drejtori, me shku vendin, me shku drejtori, ose duhet me shku inspektori, ose duhet me shku edhe kryetari i komunës nëse është i pazoti me dal këtyre sendeve. A doni me shku ju zëri drejtor? Pse ju nëse vazhdojnë? Mendoj se neve jemi duke punuar dhe 5130 objekte që janë punuar janë ndërtuar pa leje gjatë pas luftës, nuk mund të zgjidhen për 6 muaj. Apo në pranë muaj. Ju lutem u thavëm në incizim se objektet që janë diskutuar kanë qenë gjatë fushatës dhe ne për objektin e fjalë kanë dhënë leje dhe në fazën kur kemi konstatuar është tirë pala. Kemi dashur të bëjmë rënimin e vetë sepse ne nuk mundemi bagere me që në katën e 6. Ka premtuar se do ta rënojmë. Nuk i ka përmbajtur një javë premtimit, neve kemi shkuar me inspektor para petin e kanë rënuar. Gjatë vikendit i kemi dhënë incizim këtu. Janë çik styrat dhe është i toka. Nuk e di edhe si ka mundësi që të flaka gjithë para petit, domethënë për një javë këtë. Dhe e kemi ftuar palën edhe një herë dhe e kemi bërë kërkesën
që na tha për 15 ditë të bërë rënimi. Po I vjen kjo që ata janë më të fortë se ju do të thojë. Veç ta elaboroj. Nuk e ka kryer, nuk e ka marrë asnjë mësimin. Dhe pastaj ne do të thonë dashme çekana në banalt. Dhe kemi rënuar dy katë të çka ka dhënë. Por nuk kemi mundë në rënuar konstruksionin gjithsesi shtyllat e betonit të cilat janë me një material shumë I fortë. Kjo është një problem objektiv, që do të thonë ne jemi duke u ballafaqur për momentin. Por ato katë do të thonë janë pa afsu dhe I të materiali në ato dy katë gjysmë do të thonë kanë ngjerë në pllaka. Nuk ka kurrë dallimi do të thonë ose ka asnjë, mi po neve jemi duke e respektuar një parim për me qenë të barabartë për të gjithë. Inspektorët që janë larguar, nuk janë larguar 6 edhe jo pranuar 6, por ne nuk kemi pranuar ende asnjë inspektor. Domethënë këto 6 kemi mangur. Por është domethënë problemi joni. Dhe me ata inspektorët që kanë punuar në kohën e fundit, relativisht jemi të kënaqur se ka rezultate. Se tash gjithmonë ndërtimet ilegale janë ndërprer Prishtinë. Sidomos të kolektive. Por nuk them që s'ka probleme. Nuk them që s'do të akoma me punu. Mirë, po problemet janë faktike që do të thonë është çështja në qoftë se kryetari I komunës aktual që ka një respekt thjesht për ta, deklaron se unë do të jam përgjegjës për gjitha ndërtimet mandatin tim, atëherë unë drejtorët absolutisht nuk pajtona që thotë se janë bë ka sa ndërtime janë. Janë mbi 8.000 fiu ndërtime në komunën e Prishtinës që janë bë. Domethënë, mirë po 12.000 tash më konkretisht. Mirë, edhe unë po folën bazë disa shifra që s'ka pas kur transparencë dhe kur se janë dhënë. Vetëm prerje që është bën nga ana ka qenë ndjerë Rezekluci që ka bë prerjen dhe din cilat janë shtëpi banimi domethënë familjar që ka qenë cilat janë kolektive dhe këto kur inspeksioni nuk e ka bën në mënyrë transparente për hir të opinionit qytetarëve se sa janë ndërtime dhe gjithmonë I ka fshehtë dhe është krijuar gjithmonë ai terren për më punuar me standarde dyfishta dhe ky avaz në këtë rast po krijohet domethënë përshtypja se po vazhdon meqë nëse ky e ka marrë lejen mandatin e juaj që ju e keni dhënë dhe dihet se ligji është ligj dhe gjithë ky mund sakrificë është bërë me ndërtu institucione ku do të respektohet ligji, atëherë mbi ligjin nuk guxoni me leju kërkon ngri. Dhe të jenë poshtë. Nuk ka marrë leje. Ja, lutem. Nuk ka marrë leje. Pavarësisht ku e ka marrë leje. Ti nuk guxon më shkruaj për kontinuitetin, se për mua është absurd për shembull me thon tash ka qenë zoti Niza ka qenë drejtar dhe tash deri në atë kohë dhe ti tash mos më punon ato. Ja, po problemi është domethënë se është vullneti. Lutem drejtar, këtu do të më pas një vullnet, një guxim, një vendosmëri. Absolutisht, domethënë edhe për mi tregu çdo qytetari se është ligji, është miratur në Parlamentin e Kosovës, jap kompetencat e inspeksionit, dihet leja sa është edhe u kry puna. Nuk kemë. Ne duhet t'i besojmë drejtorit që do të rënohet. Se është e vërtetë që prej momentit nuk mund të rënon me ligje, domethënë nëse është vullneti, por mu rënu atëherë mirë, por nuk guxojnë të lejojnë të punojnë me 2-3 arshime. Atëherë kanë mu formu probleme shumë të mëdha. Ne 4 vite po veprojnë ashtu? Unë nuk thash, por vetë detyrët që thanë sa objekte në paleje në mandatarin. Po përsërit edhe nga ju. Nuk thash unë, unë thash nuk duhet më leju, nuk thash se janë. Kurse se? Se atëherë kishin më formu probleme. Kështu thjesht në këtë poshtë kjo. Që do të thotë të shkojmë parim. Mirë është se ju keni fillu. Edhe duhet ju përkrahë. A mund të flasim për vëdësimin e Vlerësit? Krejt kjo çka mund të ndikojmë është këta vlerësa që të ndërsa të vëdësohen pak zotni Veseli, sa janë vlerësat, sa keni pas që vlerësat janë të vëdësuar, pse vazhdojnë njerëz me ble ndërtesa pa leje? Se janë çmimet më të tjera. Po, çmimet më të tjera? Po, se ato që kanë leje janë çmimet ndoshta edhe të fryra, se është gjithnjë kërkesa më e madhe se oferta. Kurse objektet që nuk kanë leje, ato kanë me tash nuk po e shitën, edhe automatikisht japin beneficione, japin me kreditime, japin me çmime më të ulta, se edhe kvaliteti është shumë më i ulët. Edhe me siguri se ajo është pasqyrë. Por këtu fajin e kanë vetë vlerës, ndoshta shumica nuk kanë njohuri, por shumica edhe e dinë dhe shkojnë me qëllim që është më lirë. Çka mund të thoni si drejtor I tanishëm I urbanizmit që tyne vlerësve? A do t'ju thjesht a I ka shku hoq investimin? Unë këtë nuk mund të konstatoj, sepse ligji mbi legalizimin e objekteve do të thonë se komisioni që do të ngritet do të bën tajtimin e tyre. Dhe ajo do të bëhet. Mirë, po për momentin unë dua të theksoj se vëdësimi qytetar edhe tek jo vetëm Vlerësit, por edhe te institutet të zhngritura. Nuk fillon do të thonë objekt kolektiv të ndërtohet pa pajisje leje. Ose shumica prej tyre s'ka ku vinë drejt për drejt ose telefonata, pyesin a ka
ky objekt leje apo jo, sepse jam interesuar me bie. Vetë ky argument domethënë na jep bën me bie sepse është një fillim i mbarë për kushtimisht dhe se besoj që trendet e tilla kanë rënë. Sa jeni ju përgjegjës së komunë edhe keni njerëz që mendojnë për kvalitetin e ndërtesave, për thënë po tash, kvalitetin e ndërtesave të reja. Për shembull, ndërtohen lagji në Arbri ku dihet që është një lloj dheu rrshet. A ka dikush që mendon për këtë? Nesër nëse bëhet diçka me këto ndërtesa, kush ka përgjegjësi nëse ndodh diçka? Po keni drejt, ne në drejtoratën komune përgjithësi akoma nuk kemi staf, nuk kemi njerëz që mund të bëjnë një mbikëqyrje të tillë. Koncentrimi i punës ka qenë kryesisht domethënë për ndalimin e ndërtimeve ilegale dhe tash jemi në fazë të kontrollimit e aty të kalimeve që u fol dhe që do të bëhet angazhimi i inspektoratit jo vetëm në ndërtime pa leje, por edhe në ndërtim në përcjelljen e ndërtimit të objekteve sipas kushteve, apo non apo jo. Ndërsa sa i përket sesisë materialeve, është një punë temë tjetër që investitori do të Blezu u thonë që të kenë kujdes ku blejnë dhe në çfarë objekte investojnë. Punit të kenë kujdes, kanë me vetë ata se a është që ky vend hashtagllon. Duan me ardhë me marrë informate sepse çdo projekt, çdo A keni ju njerëz që japin informata me çfarë materiali janë ndërtu, në ndërtesë dhe a ka mu ça? Jo, ne mund të informojmë paret nga projekti i cili është reviduar dhe shtëpitë projektuese që kanë bërë dhe nga testet të cilat duhet të kenë ata dhe ku bëjnë ata teste. Ne e dimë domosdoshmë çfarë teste bëjnë sot. Nuk vetëm në një vend i cili domethënë nuk e di sa është profesional ose domethënë atestë. Kush atëherë bën testin? Te kush më shku ka vlerësa? Problemi nuk është i nivelit komunal kjo. Problemi është në nivel më të lartë. Mirë, megjithatë kriteret dhe cilësia e materialeve duhet përcjellë nga një grup ekspertësh të fushave të ndryshme, kryesisht të lëvizjes të ndërtimit, sepse me një ndërtimtar që posedojë në ndërtorat ose me 7 arkitekt ose me 2 inxhinier gjeodet, nuk mund të mbuloj. Ligji qartë po koncepte. Çdo ndërtimtar, çdo investitor që merr një leje ndërtimi, duhet ta ketë një kontratë me një grup të cilën do ta bën mbikëqyrjen, se duhet të jetë patjetër profesionist dhe ta kenë licencë. Po kur të paguajnë çfarë grup shkruajnë çfarë dush? Çfarë grup? Ata marrin përgjegjësinë. Na duhet fillojmë të përgjigjemi për punën tonë. Kur përgjigj, se pajtona me drejtorin, po duhet ta them në mënyrë qartë. Drejtori nuk ideja ka besoj se ka të qartë, por ligji për ndërtim, që është miratuar në Parlamentin e Kosovës, jep drejt inspeksionit këtë që tha zënim Shaxhara. Absolutisht, domethënë për me përcjellë dhe për me bë. A për mbikëqyrja testimet e këto do të më qenë institucionet, domethënë që janë relevante. Se nëse vjen ti tin një armaturë me rrezatim që mundet me të ardhë, edhe futet, edhe mandej do të ketë rrezatim. Jo, absolutisht. Jo, unë duhet të them një diçka tjetër se këtu po krijohet një dualizëm. Thjesht një dualizëm, se po lejohet domethënë që qytetarët gjithsesi ata ndërtues. Keni të bindur, se kum thonë edhe më herët publikisht, po e them edhe sonte, që këtu profiter janë ata investitorë, se nuk janë ata që blejnë. Edhe nuk janë shtresa sociale, domethënë kush është të bëjë degradimin. Degradimin janë të bëjë profiterë. Domethënë që e kanë interesin e vet dhe për hir të atij interesit janë të bëjnë gulfatjen, degradimin domethënë e qytetit, krejt parametra të tjerë urban, domethënë cilësisë të jetës, ata janë të çënë infrastrukturën primare për cilëse. Kush lodhet domethënë se hebet leja ndërtimit me përcjellse, a ka tash ai kanalizim, a mund t'i përballon, a mund të bën ujësillsi, a mund t'i bën domethënë posta, a mund ngrohja e shumë elemente tjera përcjellse, a ka parking. Domethënë, ato kur kush po lodhet. A është obligimi i komunës me shiku, a ka parking, a ka mjaft ujë, a ka mjaft rrymë? Jo, i lutem. Çfarë dhe me plane, nuk mund të jepet leja nëse se ka parkingun, nëse se ka minimum për çdo banesë 2 parkingje. Çfarë mundet që janë marrë këto ndërtesa, pa parkingje, pa ujë. Për objektet të cilat mirën leje, që ndërtohen me leje, janë para pranë gjitha këtyre. Nuk guxon domethënë. Edhe uji, ju e matni infrastrukturën për vendin. Infrastruktura fizike domethënë primore do të siguron komuna. Që faktikisht ne nuk kemi në gjendje edhe nuk e kemi bërë në tërësi deri tani. Por jemi duke punuar, domethënë me dhënien e lejeve, me rritjen e inkasimit domethënë të shfrytëzimit tokës ndërtimore, po krijojmë kushte domethënë që ta bëjmë atë. Por ndryshe objektet të cilat janë ndërtuar më herët nuk mundemi edhe nuk kemi dhëna se në çfarë ose kushte kanë punuar, janë ndërtuar dhe çfarë ofrojnë.
Ndërsa isha ndërlidhur pak me për korektisë dhe tash më të thonë ato që kanë një proces, domethënë të lehtë, s'mundesh me garantu ti se çfarë cilësi e ka. Se për shembull ki avaj grupin që është atje të ndërtu se qytetarët që janë të banuar tash për shembull ankohen cilësi, domethënë materialet, që kjo është shumë evidente. Kto nuk më thotë që mësivo, do thonë domethënë të shpreh mendimin e shumë bashkëqytetarëve. Absolutisht ne më kujtohet në mbledhje kur kemi qenë me zotin Nixha, e ka potencuar drejt për drejtë se nuk ka qenë procedurë, kryeshefi ka thonë se është paguar një ratë për 600.000 eurove. Edhe atëherë nuk e ditë se nuk ka qenë transparencë plotëse a ka pagu apo s'kan pagu. Po as më keq kur kush nuk i ka thonë me pagu, po është pagu, për me dal para aktit kryer, ndoshta edhe zoti Nixha ose dikush tjetër për me marrë për me një procedurë. Mo leje nuk kanë, po unë po duhet të them se ato thllesnat që kanë me leje, siç e tha drejtori, nuk ja ka ofruar komuna ende infrastrukturën primare me azjet teknike. Është obligimi komunës, rrugën nuk e kanë në cilësin. Tash ka ankesa që unë kam informacione, janë kryer gati banesat, duhet me ardhur qytetari, komuna nuk e ka kryer punën e vet. Vetëm të rifleksionoj cilësinë dhe kualitetin. Pas përfundimit të objektit, investitori pala do të bënë domethënë kërkesë për kontrollim dhe pranim teknik. E se ka bojë lesna këtu? Dhe akoma si ka përfunduar objektet. Dhe në momentin kur bëhet pranimi teknik nga ekspert, jo vetëm komunës, por edhe jashtëm, në qoftë se konstatohet se edhe kontrollimi atë atestre, hyn në atë raport, atë çfarë ja përdorim. Në momentin që sim dhe shpërndim, atë është përgjegjësia e atij ekipi. A mund të bëjë test mes panelistëve tonë? A kemi ne këtu në panel ndërtime pa leje? A keni ju zotëni Raunori ndërtime pa leje? Laçë pejtonë kam totalisht pa leje. Veç ju a keni marru ju diçka pa leje? Se dhe vëseri, a keni marru ju diçka pa leje? Me thonë drejtën për momentin, domethënë absolutisht banoj që është me kontratë në një objekt i cili është vetur me leje në bregun e Gjirit. Po jo, a keni diçka pa leje jo? Nuk kam, por do ta them një diçka që për fat keq, domethënë këtu e di që ka, se ka drejtori ndërtime pa leje. Po, unë do të them për i koreksi se di që do ta thosh ti, e ka pasur edhe drejtori tjetër në zërim. Domethënë kur është bë, domethënë që ka qenë pa leje deri atë mandat, është shëndrim për uzurpim ka qenë, jo ka qenë edhe uzurpim. Lutem, Dardani, ka qenë pe garazhës kur është bë. Hajde të dëgjojmë. A me të vërtetë keni absolutisht për komunicizimin. Po, jo, e kam unë se kam bile edhe dokumentacion se po them se është shëndrim edhe është uzurpim të shkallë. Cila shkallë? Shkallë kur kanë qenë aty ku është shëndruar, domethënë pikërisht pe garazhës. Nuk ka garazhin, aty dy garazhe. Gabimi ke. Ja, unë po them se e ke edhe pa leje. Zoti Slaju, ta marrim vesh për ju. A keni ndërtim qurin pa leje? Informuar dhe mirë. Jo, jam informuar, po do të thonë për një koreksisë. Unë nuk e kam shef, unë kam shtëpinë të marruar ndërtuar në një lagje e cila ka plan rregullativ tani, por nuk ka pas në kohë kur e kam ndërtuar. Dhe unë do të thonë kur e kam ndërtuar, atë kam ndërtuar për të strehu, e jo do për biznes, as për afarizëm, por për të dhe duke kom ditë, po të kisha ditë që do të bëhen ndërtyrë urbanist, atë kisha ndërtu. Jo, po do të thash edhe për hitë koreksisë, se unë shpakti zotë si kom qenë shumë informuar se po thosni besim qytetarëve, vetëm se nëse flasëm tash për ato, unë do të jam shumë i decisiv, edhe në raport me ty, ti ke pas edhe aneksin të banesa pa leje, domethënë. Banes? Po, kur e kishit banes. E të shtylla ka pas. Lutem, ti e ke vazhdu katin e tretë, domethënë që apo të lutem. Domethënë unë a dini që informuar se kam bashkëpunuar shumë qytetar. Ti pa familjare që kam trashëguar? Jo, unë po do të them se për hir koreksisë po flas. Edhe pikërisht në për hir koreksisë edhe thash. A është gjendja familjare arsyetim me bombi ndërtim? Jo, më ndërtim. Po, do të thonë ka pas një banesë vogël, do të thonë me 4 fëmijë, kur ju kthyr do të thonë çfarë ka trashëguar. Po gjithë që kanë mbidërtuar kanë një ditë. Nuk po ikë ato, po thonë ka qenë, do të thonë gjithë kanë bërë, edhe do të thonë ka vazhduar perikoti 4 fitor. Por në qoftë se më lejohet planeve rregullative pak si kalum dhe unë dua për jetë opinionit dhe diskutimin që potencoj do të kesh. Po vazhdojmë me fjalën për plane rregullative vetëm prapë, po vjen puna. A mundën njëri që ka bo mbi ndërtim me njëjtën kohë me zbatu ligjin për me arrënu tjeve? Kjo është pyetja që gjithë ne e bojnë. Unë ligjin nuk e kam bo, por ligjin do të respektohet. Edhe në respektohet ligjin. Tash do më thonë në qoftë se kisha bërë do të ishte diçka tjetër. Se kjo ka qenë do më thonë në 99 kur ju ktheu pas luftës.
kush e din kush është informuar do të përgjendja dhe të kaluarën time. Do të këta qenë. Mas juve për planin regulative foli mas urna? Punëtori komunal thotë që ka leje, ndërtesa para soliterëve, aty 10 kase, aty nuk e di sa është, mbi pati nuk ka garazha, s'ka podrume. Po më vitë për garazha. Në pasë të s'ka leje, nëse s'ka garazh. 2 metre gjymë fësi ka shku, 2 metre gjymë fësi edhe këtë që përfaqë, nuk e di që ka garazha 2 metre gjymë. Jo, në qoftë se nuk jeni të informuar, mund të venit të informoni, do të thonë me planin. A do të shkoni takoni me situatë se me son. Po, falenderit më për kujtuat, unë patjetër dhe në çdo moment jam i gatshëm të shkoj me qytetar, por nuk mund të garantoj për kryetarin e komunës, sepse nuk mund të përgjigjem për këtë. Jo kryetarin, po inspektorin ju kryej punën. Por inspektorët dhe jo inspektorët, por me stafin tim, ndoshta do të kishte qenë mirë në organizuar një takim më të mirë me investitorin që të takomi bashkërisht dhe të shajojmë gjithë ato paqësi. Edhe pse e di që domethënë paqësia është për shkak se vërtet hapësira e jetës dhe zhvillimit në jetë normale është kufizuar në këtë moment. Por shpresoj në momentin kur domethënë bëhet ndërtimi do të jetë një gjendje tjetër. Dhe e kemi parë vetari është temel, është grop. Jo, mund të jetë gropa sepse do të bëhet përgatitja të rinit. Po deri në 70% të asaj sipërfaqes mund të ndërtohet podrumi gjithë garazhet në toksore. Ndërsa mbi tokë e ka 50%. Profesori thotë për një banesë 2 parking për 2 vetura. Ajo është standard që e kanë për veçuna me plan strategjik. Aty 10 kaçë atë. Duhet një parking edhe një garazh. Do të japë vetë s'ka hapësinë aty për. Ska 2 metra gjysmë thjesht. Jo jashtë. Po, ju jeni dhimbje që do të ketë në 9 kat brenda. Nuk ka leje nëse si ka. Po gjitha projektet që është ndërtuar do zotë. Cila ndërtesë është mrena me shumë parkingje që janë ndërtuar mrena? Jo, ka. Por këto që janë duke në procedurë do thonë lejet që janë duke dhënë gjitha janë para punë. Nuk gëzon në ndërtuar asnjë objekt i cili nuk siguron parkingje dhe hapësirë do thonë për ata banorët të cilët jo, është një lagje Dodona ku është prunë me plan regulativ se çdo kush nëse s'ka vend, pasi që ka qenë një lagje shumë e dendur, atëherë është një vendim me plan regulativ se nëse dikush nuk ka dëshirë të ndërton apo nuk mund të ndërton garazh, atëherë duhet t'ia paguon komunës për çdo vend parking nga 5.000 euro. Zoti Ninja, pyetja fundi për ju, nëse ka shini arkitekt, në komunitetin e arkitektëve, a ekziston një vetdije që mos me marru edhe mos me projektu, mos me bashkëpunu me investitor që nuk ka leje, ajo, apo thjesht kush e pagun komunës? Nuk ekziston. Çfarë nuk ekziston? Se ende nuk ka, për shembull, qeveria nuk ka bë licencime personale. Edhe absurd ka qenë të jipëm licencat të firmave projektuese pa pas individi një licencë vetë. Prandaj, askund nuk ekziston. Ju a do bënit me firmën tuaj, a do të bënit projekte pa pëlqimin e kushteve teknikore urbanistike? Kurses. Keni bimën. Edhe s'keni bën të kam bën një të cilën kam qenë i drejtuar, po që ka qenë ndërmjes ka qenë njëri që ka punuar në urbanizëm, sekretariatin për urbanizëm, dhe ajo objekt rënu. Po. Edhe ka qenë adaptim në gërmi, ju e dini fort mirë, edhe pas asaj më nuk kam pas. Pas asaj s'keni bën. 100%. Për i koreksisë në të thamë me diçka se sështë këtë së thjemi para zgjizit, po Salvatrin ku ka qenë që s'ka pas as pëlqimin urbanistik, ajo është shumë e vërtet, por unë duhet se publikisht kemi pas një polemik me zotin Nigja, ka qenë edhe projektuesi i shtëpisë ish ministrit kulturës brejshore. E cila është pa leje? Po, e këta ke thonë publikisht edhe në asamble, kur e kom thonë unë, që ke qenë atër, i zhidhen i orë, do më thonë projekte... A e ka pasë obligim me marrë lejen, jo une. Po jo, nuk e kam fjallë, mirë, po do të thëmë që me lizin për planifikim. Për lizin aktual, planifikime, do të thëmë një diska që... Jo, s'pe nga trojnë, po të regon realitetin. Po thëmë, nëse dëshirojme zbatu lizin dhe me lizin nësë me kanë, këto nuk do të me fajsu tash vetëm ndërtimtarë. Se me liz do të mu denonsu, gjësisht mu denu edhe projektusi, që është kunder lizit, edhe investitori, edhe ndërtusi. A tret, do më thonë është kjo halë, dhe në rastin konkret, nëse do më thonë dikush në dikan... A ka lizi projektusi në qëtën e pa ditë për të skale? Po, është lizi, ndërtimit edhe, do më thonë që është për atë parlamentin e Kosovës. Saktume se sa pagun individet... Gjësa, po se s'pa ditë, gjësa s'mirët masa të tila me siguri që s'do të ndalen edhe tjerë, se do të mirën masa dhe ndaj kyre. Dhe vetëm e fundita,
pasi pyetëm drejtorin në partinë e juaj, a keni lirin me thonë njerëzve që kanë bu ndërtimin e paleje? Unë për vete personalisht si shefi grupit parlamentari kom denoncu, do më thonë, kur kanë qenë pyetje, kom prit për kolegve që të ta bojnë të njëjtën kohë nga lidhja demokratike, për me të regu se na nuk imi qenë të njanshëm, dhe unë e kom thonë. Dhe ju kom thonë në zërtare shumë lartë. A është si ki denoncu që si jemi unë pozita kërkon? Po tash nuk mëj me thonë ma konkretisht më njësë për sinceritetit, po në konsideroj që ndështë len hapsirë, por me mendu edhe qytetarë se mund tjetë një teren i tilë, ndështë që mundet me të kushtu, po së do më mendoj se është çështja edhe një prioritetit specializimit që jam të kryu tash. Mirë, sa besoni që partitë dhe politika është shumë e gëshetume me këto interesa biznisit të biznismenve dhe ka fjalë që i biznismen të ndryshëm ndërtimtarët i finansojnë fushatat elektorale. Sa mendoni, mas jeni edhe politikan, jeni në parti, edhe keni luftu kundër ndërtimeve ilegale? Po, unë mendoj se praktika ka dëshmuar deri tash kjo ka qenë fatkeqësisht në Kosovë, atë them edhe jashtë Kosovës, se politika gjithmonë është përzinë në planet urbanistike, gjithsesi në politikat urbane. Kjo fatkeqësisht, po them, për arsye se jam shumë i bindur që s'ka nevojë më thonë zoti Niza, sikur s'ka nevojë më thonë as drejtori, që as në tarën s'mundet më thonë dikush që s'ka qenë në presion, ose që s'ka me qenë në presion dikujt për shembull që me bëna ndryshim dikon tjetër. Unë e kom dëgjuar nga italian për shembull kur kanë marrë pjesë edhe në planin regulative, kom dëgjuar që kanë qenë në një farë presioni, faktikisht çarçeve të ndryshme me bëna një farë ndryshimi këtu ose aty. Me një fjalë nuk mund me përjashtu mundësi ndoshta se ka donator. Donator me siguri ka për arsye rastin konkret nuk po bëna një anshëm, por e di që tash edhe po flitet e për gazeta shumë është pyetje për zotin Ismet Gashi, ku ka qenë shumë i afërt në raport edhe me zotin Mustafa gjatë fushatës, edhe ta shtrohet ajo dilema, jo është në periudhë faktikisht për me marrë lejen ndërtimi i tina, jo s'është, ja nena, jo s'knena, dhe minherë krijohet një hapësirë për me dyshu, dhe me thonë se është rasta për Dardanin, dhe me thonë Ismet Gashit, vllahun e tina, dhe me thonë për ato objektin që është Safali, që njerë u tha për mes prononcimit juaj se a do të miren masa për rënimin e ti, mandej u këthyë tha se është në procedurë për marrin e lejeve se ande tjera. A i shumë është të vërtet që ka qenë gjatë fushatës shumë i afërt dhe është tonë se ka qenë donator, dhe më thonë që ka dhanë për çështje ndihmës gjatë zgjedhjeve që lidhen demokratike. Këto po them e di që ka raste të tilla, po s'muj me konstatu se nuk kam dokumentacionin se është e vërtet procedura. Me siguri se ato që e tha ka pas shumë presione politike. Presione gjithë ka ekzistu, por sa kanë pas sukses. Ne jemi munduar që asnjë intervencë të mos përtillet. Ka pas shumë firma projektuese që kanë marrë, ka qenë krejtësisht një konglomerat, ka qenë një spektër shumë i madh, se ne kena bë mbi 13 plane rregulluese, ne kena bë 3 plane ideore të projekteve unazore, të cilat sot mjerësh po ndryshojnë, të cilat unë nuk po më kuptoj, ndoshta drejtori dim pse, se koordinimi në nivelin qendror me nivelin lokal kur s'ka ekzistuar, po them në nivel profesional, nivel ndoshta politik kanë pas marrëveshje, por po flas konkretisht për unazën, rreth rrotullimi. Precisht është ndryshuar, po është një gazetë, është ngrit lart, domethënë faktikisht po cenohet plani strategjik, ai nuk është në plan strategjik. Apo bashkëpunim drejtorati, njëjta gjë është të bëjë. Apo i respektojnë dy rrugë të mëdha. Rruga magjistrale prej Prishtinës deri te udhkryqi QMI-s. Faktikisht është një rrugë për legalizimin e gjitha objekteve pa leje që janë bërë. Ato nuk janë planifikuar. E sot na shkojmë ja bëjmë edhe rrugën e ngadalçuar, edhe rrugën e shpejtë. Ato rrugë nuk bëhen jashtë qytetit. Ato rrugë janë për bulevard, kurse sot, domethënë ato ministria i ka bërë. Zoti Spaju pikërisht ka qenë edhe në ministrinë. Edhe zoti Spaju a ka pikërisht është niveli i Ministrisë Transportit dhe rrugë magjistrale. Po apo ju hyn në apo e prish plani urbanistik të Prishtinës ato rrugë? Në përgjithësi nuk do të rrugët magjistrale nuk ndikojnë drejt përzejti ose nuk ndikojnë shumë. Nëse mendon zoti Nigja për udhkryqjen e rrotullues që është në kryqëzimin Prishtinë-Pejë dhe Prishtinë-Mitrovic, është bërë një projekt ideor dhe një bashkëpunim me ministrinë, që ministria ka angazhuar në një kompani kroate dhe i ka bërë disa nga zgjidhjet. Dhe ne domethënë jemi duke i përpunuar për të bërë një përzgjedhje saj.
Ka prekursor. Bazë projekti i dorë që ekziston apo? Pikërisht, me ndryshime të vogla. Po, neve nuk mund të pikërisht ndërlidh me planet regulative, nuk mundemi të realizojmë planet regulativ për lagjen Kalabria, që është një pjesë domethënë edhe kësaj uraze dhe Lakrishte, sepse i kemi shumë mirë dinë domethënë edhe varrezat aty që rrezikohen nëse nuk vihet të nal. Ura në nivel. Nuk është vërtet. Ne mund diskutojmë domethënë çfarë bëni tash, po plani regulativ domethënë në këtë kohë është i pamundshëm të realizohet ashtu siç ka qenë projektuar. Plani regulativ nuk mund të ndrohet. Asnjë plan regulativ nuk mund të ndrohet. Metodat e përshpejtuara dhe pa diskutim publik. Metoda e ndrimit është metodë e njëjtë si emiratimi. Nuk është plani regulativ. Po dimë, Topana është ndruar. Jo. Ju ndru disa kritere. Po kriteriumet e kanë ndruar totalisht. Po ju lutem në qoftë se him për këtë disa kanë ndruar esencë. Ai nuk është ai plan. Jo. Edhe ato pa dalë për diskutim. Nuk është. Ato është interesant, dëgjoj kështu. Unë do të kupton se ti aty. Kuptoj që ajo është total ndrim i planit ekzistues. Ju mendoni ashtu? Jo mendoni po ato janë fakte. Po infrastruktura primare dhe rrugët nuk janë prek fare. Janë ndruar disa gjembrimin total. Cilin ata hapësirë? Kurse si? Po si ai se kodetore mund të ndërton pa kufi. Planifikimi juaj. Planifikimi po në kohën e juaj kur i krijuat plan. Sa lekë keni dhënë? Si? Sa lekë keni dhënë? Se çdo investitor ka dëshmë me përfituar shumë. Ju i keni dhënë shpërton dëshiras. Zoti Nixha, ju keni dhënë vetëm 3 lekë. Sepse ka pas më cikë bërë realizuar plan kot. Janë bashku 5-6 pronar i shtati s'ka dashur. I ranoj. Dhe ne atë e kemi parapoj në Livan. Kemi domethënë vija, vizatime që ai plan kur implementohet. Dagja, qendra, ato janë që interesa. Pse shku bash atë temë ndru? Se ndru të plan. Po ne jemi të mundoni, unë pasabiston. Qendra 2. Ku është aprovuar plan regulativ? Asnjë lejë nuk është. Cila është qendra 2? Nëse se dini ju atë unë të shpjegoj ju. Sigurisht të nderuar, do të kaç patëm kohë, po na vjen keq. Faleminderit, ky debat mund të vazhdoj pas ne vazhdojmë këtu në mënyrë që ndoshta do të vinte ndonjë zgjidhje mirë po tash, po ju lë me kulmin e javës, i cili në fakt tregon se si duhet me ndërtu me rregull. Natën e mirë deri të ardhmen. Në kryeqytetin e Kosovës nuk është gjithçka zi. Përkundër faktit që Prishtina është të mbushur prej ndërtimeve të reja me leje pa leje, të cilat e kanë prish edhe pamjen e kryeqytetit, ka dhe qytetar të ndërgjegjshëm. Aki Zhigoli nga lagja e Spitalit është shembull i cili duhet të ndiqet nga të gjithë për mënyrën se si ka vepruar. Ai ka ndërtuar shtëpinë e tij në lagjin e Spitalit, në të cilën ka shumë ndërtime pa leje. Zhigoli na shpjegon edhe mënyrën se qysh duhet me ndërtu me rregulla. Mos pari kur kom bleq këto, jem shku në komunë, edhe kom po du me po ndërtu në shtëpi, komuna me nxjerrë një leje ndërtimi. Ratë qojnë të ishë dokumenta që do të një pas, mos pari aplikonë me një plan ideor për një arkitekti, që është i licencuar normal dhe shkon edhe i qenë komunë për kushte urbanistike. Ju lyp veç kushtet urbanistike, a mund është të me bo qatë projekt që po dënë me ndërthue, a mund është në qatë zonë, qatë trollë. Qa është të leju më ndërthue qatë trollë. Ato është mirë me ditë njëri para se me bletë trollin, mas mire. E shkon të nështë, ku ti mash kushtet urbanistike, do me mund e merë lejen urbanistike, të nështë shkon i aplikon për lejen ndërtimi. Edhe me plan komplet, në që e bon plani komplet për arkitektet, e njësën dhe firmë që bon plane, edhe e lëshohet leja ndërtimit, të bon e pagun që të farë tatimi që është taj, edhe mund është me vazhdo me ndërton. Normal që para se për me marë që atë lejet, do të me pas lejen për kyqen rrujmë kekot, batlavës, të natë do të me pas. Nuk ka pas në i farë që me ndërën të kush në i farë korupcioni ta me pagu dika na për me nëzirë këtë leja, unë e kom nëzirë këtë leja pa që pagu veç leja sa ka kushtuar në atë kohë me standardet të ati vitit kalum. Jo shumë qytetar shkojnë në komunë për të marrë lejet për ndërtim, e për këtë mungon edhe vedia përgjithshme. Unë e kom duraj që dikur vakja do të edhe me shtit këtë shpi, e pa leje ndërtimi ku në e shtet, se merë në shtë kur kusht, po edhe pak edhe kom nështë që kom jetu jashtë.
atje diçka më mundu me ndërtu një shtëpi pa leje për të lajmë një ceremoni është diçka e pa mund të atë, se du vinë në një herë milicia të dera, e këtu të na edhe me kojqit kanë ku më folë shumica sa po të vinë leja diçka, në qëtërshëm. Veç që më mund të normal. Ato janë standarde normal që duke pagua. Kur e marrën një shtëpi 80.000 euro, edhe 5.000 euro që të mund të shmito për leja. E në anën tjetër, qytetarët janë shumë kritik për mënyrën se si është degraduar e shëmtuar kryeqyteti i Republikës Kosovës. Është edhe plani edhe foj qytetarët do të thirrë se është vetësimi jot. Është vetësimi jot, mungesa kulturës i bën gjitha gjonat. Ju personalisht, a ki shpinë me plan? Absolut, 3/8 dy më ka prish inspeksioni se ai komunës e marrë ke përballë me që presh ke mu ka prish 2 herë shtëpia. Tash a ki me plan apo jo, absolut, jashtë planet është. Me kanalizim, me ujë, me telefon, me këtë privat i kom shti. Është jashtë planit gjithçka, për vjetë e vlas. Nesa në të rrokë urbanizimit punohet i përgjigj në shtetit, po mos po te numër të pa plan. Shokur të njerëz që kanë marrë fëmijë kanë hamar, do të më pa plan hiç. Festivali i 11 shtatorit për film në Prishtinë. Këtë vit për të 5ën herë me radhë, organizatorët i këtij festivali kanë bërë thirrje regjisorëve kosovar dhe atyre nga rejoni që të marrin pjesë me punimet e tyre në festivalin në Prishtinë. Por sa në të vërtetë kanë përgjigjur këta regjisor ftesës së organizatorëve këtë vit. Me 26 filma në konkurrencë, 8 prej të cilëve janë nga Kosova, ky festival mëton ta fladis skenën kulturore të Prishtinës. Por të shohim mos e ka mërdhier krejt. 9/11 është i vetmi festival i cili lën diçka pas vetes. Gjitha festivalet tjera vinë, përfundojnë, me përfundimin e edicionit harrohet se çka. 9/11 është i vetmi festival i cili lën prodhimin e vet mas vetes dhe gjithë filmat e 9/11 vazhdojnë me udhëtu për të vitin në për festivalet tjera. Ajo që shihet në festival që shfaqet është një realizim që është shpejt edhe jo profesional. Po konsideroj që është festival i cili vleftën më të madhe ka për shkak se stimulon regjisorët. Është mirë tash. Në rastin e ditë, kyçin e Otrantos e kemi ne, shqiptarë. Sa kohë në të vërtet kanë pasur regjisorët për të përfunduar në film, dhe sa ka ndikuar kjo kohë në kualitetin e filmit, e me këtë edhe në klasifikimin e tij nga juria. Gjatë xhirimit kam pas shumë vështirësi të mëdha dhe kam pas shumë momente ku kam menduar me hek dorë, po megjithatë kam xhiru. Ndaj që kisha pas kohë më shumë, kisha pas elemente të skenografisë më shumë, aktrim më të mirë, xhirim më të mirë, edhe montazh më të mirë, pse jo. Regjisorët ankohen se koha e pak që kanë pasur në dispozicion kanë ndikuar direkt në kualitetin e filmit. Filmin kam pas gjithsejt 4 ditë kohë me ata që 2 ditë i kam bërë xhirim, edhe dita 3 ka qenë montazh edhe dita 4 veç është finalizuar dhe kam rri teknikisht me shku kaseta në festival. Në anën tjetër, organizatori i festivalit tregon se pse kjo ka ndodhur. Ne pa marrë parasysh kur aplikojmë, ne përgjigjet për fonde i marrim një javë para festivalit, fatkeqësisht. Shpesh ndodh edhe mas festivalit marrin përgjigje. Donatorët dhe sponsorët e këtij filmi, e këtij festivali, domethënë shumë vonë, zakonisht shumë vonë përgjigjen. Edhe pse unë gjithmonë e di se 9/11 gjithmonë aplikon qysh në janar. Hyrja për të parë filma në këtë festival është e lirë. Por sa njerëz vinë për të parë filma në këtë festival? Sa njerëzve ju zgjohet kurreshta me të parë logon e madhe të festivalit para shkallëve të teatrit. Një nga ata që i kanë ndihmuar këtij festivali, por nuk kanë shkuar ta shohin, është edhe drejtori artistik i teatrit kombëtar. S'ku marr pjesë çike e vogël flanora tjetër dhe duhet më shtin gjë. Festivali shihet të ketë lënë një vul skenës kulturore të Prishtinës, por për 2 ditë filma supozohet se ajo që është mbajtur më shumë mend janë after partit në kontra. Nuk është një festival që po lën gjurmë realisht në kinematografi. Është festivali vetëm të paktën në rajon që
ku provohet filmi, do të thonë, është qëllimi kryesor të 9/11 gjithmonë ka qenë prodhimi i filmave të ri, dhënia e shansave të reja të regjisorëve të ri. Po ashtu mendohet se do të kishte qenë mirë që debatet për filmat në festival të mbahen në teatr e jo në kafe. Për jeta në Kosovë, Arif Muharremi. Vazhdoni të fitoni shumë fish me Raiffeisen Bank. Afatizo së paku 1.000 euro për 6 muaj dhe kualifikohu në lojën e madhe shpërblyese. Sa më shumë para afatizon, aq më shumë shans për të fituar. Shpërblime atraktive çdo 2 javë deri më 26 shtator. Hap pas hapi deri në shpërblimin kryesor, banesë në Prishtinë. Tani edhe deri në 6% interes. Jeto më mirë me Raiffeisen Bank. Shtetin e Pambar, Stokra dhe demokratike, në mitësin të përhershme, me jalejatët tonë Amerike. A interesum ndërse me bleni banesa? Bashkë në qendër. Po në qendër Prishtinë. Pozita e mirë. Po është e mirë. Ku është me pozita këtu? Tash këtu. Ndërtimi. Këtu ka me qenë hotel, banesat, krejt në shitje, krejt me leja. Po shumë mirë. Jo me interesum për Nëse interesum, adën, loje pasë, ma lirë, ki sot të sa në kryet. Nesër të kryet, shqisë në krejt shpejt, se... Qysh do të vi me bisedu? Fajnërës, fajnërës. Jemi vegla, a jemi kudla, a jemi stila, qa jemi, a jemi kudla, a jemi kudla, a jemi kudla, qa jemi. Na, bo një punojmë, edhe me kualitet Gjerman, me material Gjerman. Jemi këtu të ndërtu çdo ditë, veç tirim kur dush, të bojmë laf, këtë dokumentet të kam regull, ata tjetë s'ka në regull. Jo akademia. Me isin e kam kry krejt licencin, me leja, me krejt. Është për bje pishman? Ha? Është për bje pishman të arzojnë prapë? Jo, po bëzojnë se e ditë qish me... Me pregadit. E qish me pregadit krejt taktet. Por sa të punon në ditën? Punoj. Punon? Jo. Më thonë një pa punë. Në shkollë jam. Në shkollë, kërë mund me punu. Gjithka në ndërtimi ka një formul. Nuk bën improvizimit, po duhet me bo edhe me dije. Po, ma mirë. Perfekt, po. Perfekt. Shumë i du pundohet. Shumë i du pundohet. Duhet me punësu ma shumë djelë këtë si ti. Po, në derën për Sigur? Derën mbrape kam nënë, se kjo është hotel. Po, mire ke po dera. Du me pas derën mbrape hotelit. Ja në zënë derën të në ije. Ha? Në zënë derën në ije. Pak ma të malë derën e bo. Ti bojmë maj madhe vitin e arshëm, ku bojmë kumbi ndërtimit. Kisha pas që në me
Me t'nimu të me mbaru në ka banesa në para hoteli. Me ndimu me mbaru banesa të hep një pa pare. Ma me hep një apartment pa pare. Po, bashkë tua për hotel. Pa, bo mirë. Pa. Okej, super. Super po punojmë ekip. Qysh po pushon? Jeni që morë majnë vetën e plikë, që ka marë. Po kime në gjithë? Po, jemi transparent. Moje, se s'po dyna është me më pështinë. Moje, dhe më kontonë. Ani. Moje. Gjithë. Moje. Jo se ti e di më mirë, por ti je punëtor jem. Ka da ti më bashkjet. Po, ti je Unë të bëj telefonata, të bëj biznesa. Po që ki që, po kam rikë. Okej. Ka të mbusingat? Mirë. Shirë që kjo është yje. Nëse po ta mojnë, hajde po e ka. Po i gjithë më këtu du. Hajde, biri. Kjo ka me qenë banesa qendrore Prishtinës. Me parking, edhe hotel me parking. Do shtet të qetë emrin në kullat pinak. A ke marrë le për shumë e ndërtu? Po. Bashkë në sheshin në Tereza në granit. Granita? Në granit, po. A lejo ata? Po, të kazoj për rrjek të opinion publik. Këto është licencë për ndërtim. A përshri në nështrimin e Isa Mustafa. Projekt ndërtimor prej arkitektit të Londrës, po. Kjo është instrume prej Isa Mustafa. Po me fuqi e qytetarët të komunës, po. Me fuqi. Se na punojnë edhe me besë. Edhe kur ise unë s'po thëmë po s'ki qitë vuda. Unë thëmë faleminderit. Pompë e benzinit. Ne. Shish. Edhe parking. Qëtë parking, po. Edhe nuk i dia ka nevojë këtë pompë benzinit tash që është në dy rrugën. Unë kam menduar se kjo është bashkë rruga kryesore e qytetit, po. Harmonizimi i projektit. Po. Edhe më mirë se tash ka qetësi, nuk ka shumë komunikacion, nuk ka zhurma. Ajo ke thënë që nëse 4 orë po janë unë kam e po. Fatosi është drejtori i marketingut, mundesh me interesu këtë çka ka me Fatosin. Nuk më kontakt. Ajri mirë, po. Dita? Për inspekcionit komunës. Në kësha lushtë që të ndërteni këtë aktiviteta. Keni leje për vendosim e kërësën... Kësha lushtë të vlinë në kamerë? Ki e prej inspekcionit? Komunës, po. Shumë mirë. Se gati e kemi kry për sot. Kush të ka dhonë këtë? Isa Mustafa. Licencë për ndërtimi. Unë jam Kesi Cooper Johnson. Pranari baneset këtu. Si pas, a ki pa plani ndërtimit? Kështë valide për Isa Mustafës? Kjo është pumpa e benzinit këtu. Zedri, leni ti shko kamuflime pumpa benzinit qka është e bile këto edhe ju kësha lutë me i largu këto për shumë. Unë kam e tjeri pa benzin, du me mblepe i kina. Të pompa i kini që më pompa për reka. Isa më ka thonë që këtë është në Urnan kuvend komunal është Isa, kryetari kuvendit komunal të Prishtinës, shko bisedo me to, aty është vende, jo këtu. Me ndërtu atje? Atje ndërto, po. Dhe që kemi 4 sonte? Ani, ndërtoj edhe 2, edhe 3, edhe 4 për mu. E ki leje. Se gati kam shqit krejt, bishë? Po. Mas që shqit krejt, atër urdzoni sa dush, urdzoni, mas që kam shqit. Është mirë se na po presim komune me bo inspekcion të gjithë ndërtimit. Në Prishtinë. Po edhe ata tjerë që nuk janë me leja dhe Unë më po të hire me bujë fortën në hotelin tënë. Edhe rezervimin e kombo, pa gjithë këtë se bërë mirë i stari. Shqiptarja janë zonë, edhe qka bërë këtu, avu ka prapë. Që katastrofa. Inspektori ka litë vërë për kur avu, të ishë zonë atjere, gafime vini. Që të mund që një të bo. Pa dhe ta pasë më të tërë nuk të përgon qire.
Ka parking ka kurgjesh. O zotni. Nuk pëngon. O zotni. Nuk jam përgjegjës për ato. Urxoj pumpën e benzinës, urxoj shtëpinë, urxoj banesën, urxoj Okej, atëherë punë për sot kam mbaruar derisa muj me pini kafe me Isa Mustafën edhe po mos keni problem nëse doni me ble banesat, kjo është garancion. 100% garancion edhe për nipa tua kam e qenë këtu. Nipi nipi. Po. Nipi. Ha? Banesa padeja? Jo, banesat me lejen veçantë.